Buqim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Provë. Me Gjoni apo jo? Po, Gjosh. Sa të bukur ke? Që bitë e radiofonik. Nese, mos ti mërzvisim të atyre që nuk komësojnë që të rrëta. Ta albi dy shumë gjithë. DEVS. Devs. Po, shumë. Unë arroa fare që të pëta të shiti. Ti thej 1 sekundë, apo? Po më vinë të emre, kërkova në Google. Për qa bën fjallë kë? Po, ndërtoj një kompjuter kuantik, edhe nuk është se jam shumë i aftë për ta shpjegu, po arrin që të riprodhojnë të shkuarën edhe të ardhmen, domethënë e riprodhojnë në ekran atë që ka ndodhur, atë që ndodh në kohë. Edhe kështu domethënë po bëhet intrig, pastaj po është interesant. Mirë, super. Do të shënova, do ta këshyri herë. Dëgjoj më mirë unë tani se sa më përpara si jeni me Xhimin? Po më mirë se më përpara ishte si më shkëputje. Po. Po, ç'a ti bëjmë? I ka jeta këto kur pi cigare. Orestia, i kemi live? Mirëmbrëma. Orestia. Live jemi. Ja dola. Erdhi dhe Luizin podcast. Hamat. Mos do vemi muhabeti të zbën atje. Luiz do kampion gjithë Shqipëria të këtu. Veti një gjë të keni parasysh kur nuk flisin domethënë, po më vonë që ti fikni mikrofonat të kthehet deri mbrapa. Okej. Rreth. Super. Me këtë pastaj fillojmë. Faleminderit që jeni këtu me mua. Orestia fikë mikrofonin. Ashtu dhe. Tani, Albi do e parashtroj çështjen e parë, nga cilë jam frymëzuar për ta nisur këtë podcast, po nuk do mbahemi vetëm aty, do zgjerohemi me mbarvajtjen e bisedës. Albi, skena për ty. Atëherë piknisja. Më falni, atëherë piknisja ishte që kjo aktorja, Cubi Metkaj, në një intervistë me Rudina Dembacën, mos gaboj, kishte thënë që jam ngacmuar seksualisht ose më saktë më është kërkuar që të bëj seks me një regjisor filmi në këmbim të rolit, në këmbim të marrjes pjesë në film. Edhe më duk shumë interesante sepse domethënë s'kam gjuar ndonjëherë denoncim tillë nëpër mediat shqiptare. Kam gjuar aludime që ka e kështu, po konkretisht me emër mbi emër s'm kishte ndodhur. Mirë, po komentet të ky linku i lajmit ishin gjitha kundër kësaj Cubit. Domethënë e prisja që t'jenë 50-50, që gjysma të thonë po bravo, ke shumë të drejtë, ajo është një maskarazh, gjysma të thonë jo po e ke fajin vete, ke kërku, nuk besojnë. Në realitet ishte shumë ndryshe, që gjithë pa përjashtim me shanin këtë, edhe meshkuj dhe femra. Edhe komentet kundër ishin një diapazon, ishin nga ato që e mohonin, jo s'ka ndodhur kur se je shëmtuar, tek tjerë që thonin po ka ndodhur po e ke kërku vetë, tek tjerë që thonin është gjë normale të kalosh nga shtrati për të marrë një rol, nuk është hera e parë, kështu që mos u anko. Edhe kjo ishte e çuditshme, dhe unë mendoj se ka i farë është i farë sondazhi në thonjza për të vlerësuar shoqërinë shqiptare, sepse shoqëria shqiptare është tepër jo maskiliste, por është tepër si e prapambetur në këtë drejtim. Edhe është normale që femrat mos denoncojnë nëse kanë këtë lloj reagimi nga ana shoqërisë, nëse gjithë ty të shajnë, edhe nëse ti del si prostituta në këtë rast, edhe pse ti po denoncon, atëherë ti nuk ke incentiva për të denoncuar. Edhe sigurisht që nuk do flasësh, edhe duke mos fol, atëherë problemi bëhet gjithmonë më i rëndë. Një pyetje të vogël kisha para se të them diçka, e kishte thënë emrin e personazhit i cili kishte kërkuar favor seksual apo e kishte lënë të hapur thjesht?
po e kishte thënë emrin edhe nuk e mbaj mend tash për momentin se si kishte emrin, po ishte një regjisor i ri. Mbaj mend unë emrin, sepse e kam dëgjuar edhe më përpara. Më falë se ndërhyva, nuk e di. E ke dëgjuar në këtë kontekst apo e ke dëgjuar thjesht si personazh? Jo, e kam dëgjuar si regjisor sepse ka qenë pjesë e një evenimenti në filmi edhe e ka emrin Gjensil Rama. Nuk e di nëse e kujtohet ju që keni dëgjuar deklaratën, po nuk e njoh fare personalisht. Po diçka e tillë. Edhe ky unë kërkova këtë, nuk ishte ndaj, domethënë nuk ishte ndaj Harvey Weinstein, ndaj burri vjetër me park. Ishte djalë i ri i pashëm, edhe unë u habita në fakt se pse duhet ta bëj, po në fundit s'është se mund ta dallosh nga pamja e robit ose nga statusi, njerëzit përfitojnë nga situata, nga posti, nga në çfarë do lloj mënyre që duan. Kështu që kjo është situata e parashtruar, pak a shumë. Është shprehur i akuzuari për të aferë apo? Me sa di unë jo, ai ndoshta edhe ka bërë një kundër status. Po me sa di unë jo dhe me sa pash unë ai s'ka as nevojë, po ti isha unë në vend të atij do kisha nevojë me fol fare, sepse kur të mbron populli, pse do të bësh ti? Pse duhet të shqetësohesh minimalisht? Okej, për fillimin e kësaj bisede, domethënë është e vërtetë gjëja, nuk është as në një orin time, as në detyrën time, thjesht për hapë të mund të jetë edhe super shpifje. Thjesht po e marrim si studim, domethënë se kur denuncon një grua si janë reagimet, se ajo mund t'ja ketë futur edhe komplet kotëre. Nuk është se e kemi të provuar me vendim gjykate. Thjesht mënyra e reagimit më nxiti mua dhe më shumë më shqetëson shoqëria si mendon shoqëria se sa rasti konkret. Se në rastin konkret ne as e dënojmë dot, as e shfaqsojmë dot, as nuk japim dot verdikte të bëjmë cancel burrit huaj për një fjalë që tha ajo. Thjesht mua më nxit kjo që shoqëria është gjithmonë kundër femrës ose kundër viktimës në këtë rast. Siç është në perëndim gjithmonë pro, që thonë besojeni gjithmonë, tek ne janë gjithmonë kundër. Dhe kjo është kontrasti. Po, edhe duke u nisur nga kjo pjesa të mësën, po e trajtojmë sigurisht aferë vërtet për të momentin, se siç e thamë edhe një herë, nuk e dim, kështu që po e trajtojmë si sigurisht e vërtet ose mund ta lëmë dhe jashtë fare, thjesht diskutojmë fenomenin siç e the ti. Po siç e prisje ti për shkakun që ishin këto reagimet 50-50, unë më thënë drejt, me thënë naivitetin tim, se normalisht gjithë secili nuk konsumon të njëjtin informacion, prandaj jemi pjesë e grupeve të ndryshme edhe shohim gjëra të reja. Unë prisja të ishte shumë i vogël numri i komenteve negativ. Pasi isha i bindjes deri në një farë pike që ka ndryshuar gjëra deri në një farë pike, që nuk kam shumë njerëz që mendojnë ose edhe në qoftë se ka akoma jashtëzakonisht shumë njerëz që mendojnë atë lloj mënyre, domethënë të paktën nuk do e kishin atë mendje lehtësin apo si ta themi, ku dëgjon atë guximin e budallait për të komentuar nga profilet e tyre me emrat e tyre. Unë vura re me linku që më dërgove ti, shumica ishin nga akaunte dhe nga llogari Facebooku që ishin thjesht normale, valla. Nuk ishin as fake, nuk ishin duke bërë trash talk apo ku dëgjon ç'a quhen këto tani, jo hate speech e budalliqe e tjera. Ishin njerëz vërtet që atë mënyrë të mykur mendimi kishin, domethënë, dhe mbi duke ishte gjë shumë normale ta shprehnin dhe nuk e di. Po që këtë kjo pjesa jam ndier pak keq, domethënë se unë e mendoja se do ishte shumë herë më pak, edhe po janë thjesht gjithmonë komentet që marrin më shumë vëmendje, po kur më dërgove linkun pastaj Albi që u futa pas vetë thashë, okay. Pas kam qenë vërtet gabim edhe i pamësuar në atë pjesën. Dhe duke u nisur nga ajo, sepse është komplet e normalizuar, nuk është se ka ndonjë lloj reagimi nga dikush nëse ti do bësh një koment tillë ose ty shoqëria të shikon pak ndryshe ose të dënojnë. Është komplet është gjë më normale. Pastaj në diskutim që ne kemi gjuhën e urrëtiteve, hate speech, nuk kemi vetëm kundrejt femrave, kemi edhe në çfarë do lloj komunikimi, edhe në politikë, edhe në showbiz, edhe në marrëdhëniet ku diun edhe në Big Brother, kudo shqiptarët janë të ashpër ose si më thënë brutal kur komunikojnë ose kur debatojnë me njëri tjetrin. Nuk është se i bijem larg ose bëjmë insinuata siç mund të jenë italianët që janë super të kujdesshëm. Po ne vetëm shkojmë tek e fundit, tek gjuha e urrëties,
Dhe interneti sidomos e amplifikon këtë gjë sepse njerëzit nxjerrin frustrimet e veta, por nëse është diskutim shumë i gjerë. Okej, që ti japim fjalën pak vajzave, domethënë them e këtë dohet të dia. Okej, Nëse mund në rry, po. Jo, un habite me optimizmin tuaj, domethënë shumë e lezetshme, po un jo 100%, domethënë për komente negative, po e prisja një mas të madhe, sidomos kur bëhet fjalë për aktore, domethënë sepse me sa kam vënë re, të paktën nuk e di, ndoshta veri është më theksu me kjo, po vajzat e ekranit shifen sikur janë pak me morale kështu loose morals, e keni parasysh, edhe shtoj i kësaj edhe faktin që ngacmime seksuale, përdhunimet janë gjithmonë krime ku aty te lentja e shoqënisë vihet viktima, domethënë asnjëherë agresori, edhe kjo ka ndodhur edhe kur viktimat kanë qenë minorene, domethënë. Unë kujtoj ato vajza që ngacmoheshin nga roja shkollës ose që i përndishte ishin, nuk e di, gjithmonë ishin ato kurvat. Domethënë asnjëherë që mund të ketë shku me studiu karakterin e këtij tipi që ngacmon plaku, domethënë. Kështu që komentet negative të kësaj natyre unë i pres gjithmonë për kështu lajme kam filluar nuk i lexoj domethënë sepse thjesht acarohesh mirë bash s'ka ndonjë lloj përfitimi. Po tash për vërtetësinë e kësaj ja kam absolutisht idenë sepse nuk e ndjeku televizionin shqiptar as këtë regjizori nuk e njoh. Po thjesht domethënë si reagime i kam prit ashtu siç ishin. Po, është vërtet ajo që thot Albioni, domethënë si komunikim e kemi goxha të dhunshëm, edhe Facebooku i ka dhënë këtë një si lloj muroje, domethënë, pavarësisht se mund t'ja lexojnë kushdo se janë me profile të vërteta, edhe më qellon që shoh edhe njerëz që njoh, domethënë komentojnë kështu lajmesh, nuk intereson fort sepse është e normalizuar. Ktu e kam vurë domethënë kur kam emigruar se sa lloj komunikimi të ashpër kena ne me njëri tjetrin. Edhe ofendimi domethënë vjen më kollaj se sa mund të ndodhin kështu edhe me kolegët italian. Nuk e di domethënë këtë pjesën e ngacmimit. Është diçka që edhe i vihet faji i vajzës, domethënë. Më kujtohet një rast që u pat bën një eksperiment social që ishte një kamera që ndiqte një vajzë në rrugët e Tiranës, më duket, nuk jam shumë e sigurt tash. Edhe po isha ato e pa me disa familjarë të mit, edhe teoria e tyre ishte që është gjithçka fake. Më thonë e montuar me kështu s'ka mundësi me pas ka shumë ngacmime, edhe isha unë me kushinat e mia dhe po i tregum që jo vetëm kaq domethënë, po kudo që shkon lagje, pleq, triq, çdo lloj moshe, domethënë ta hedhin nga një fjalë kështu. Është komplet tash, a nuk e di, është normalizuar apo është ignorancë pa dashje. A dhe thjesht nuk e kam vrarë mendën për atë pjesë, po që nuk duket sikur gjinja maskullore nuk e percepton se çfarë lloj ngacmimi përjetojnë vajzat në rrugë. Po ajo fut pjesës online. Por në? Të shtoj diçka. Po. Ta mbyllësh pak mikrofonin se kthehet rrofsh. Shifet e pjesa domethënë që ajo në fillim urthej që nuk e kupton optimizmin, nuk është optimizm, është thjesht ajo çfarë është në sy tan, domethënë prandaj mundojnë të organizojnë biseda të tilla, domethënë që të shikojmë disa këndvështrime nga pjesë ndryshme të shoqërisë. Normalisht sa ngacmime apo gjëra të tjera mund të përjetosh ti, unë asnjëherë s'mund ta kuptoj. Sa do mirë të më thuash ti, unë prap nuk do ta kuptoj asnjëherë siç e kupton ti, sepse ti je ajo që e përjeton në përditësi. Kjo lloj bisede i shërben këtij fakti që të jetë asnjëherë nuk do jetë 100%, po t'i afrohet sa më shumë një bashkëbisedim i civil dhe mirëkuptimi nga dy anët. Edhe kërkimi i favoreve seksuale për të marrë një post është krimi dënueshëm me ligj, kjo është më së e qartë. Kurse ngacmimet në rrugë janë diçka tjetër, domethënë, dhe ajo është një temë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Edhe tani për fillim do doja të fokusoheshim pak më shumë tek këto lloj ngacmimi seksuale dhe reagimi i personave në online, domethënë, dhe pastaj mund të kalojmë pa patë dëshirë edhe në ngacmimet në rrugë etj. Jo, se optimizëm nuk e kisha
në sens negativ në asnjë lloj mënyre, domethënë, thjesht më duk si kur ju e kishit pritshmëritë shumë më të larta, domethënë, për shoqërinë shqiptare nëpër komente, kaq nuk po ju hidhja kunja, domethënë, vjen keq ose u interpretoni. Ata që në këtë optimizmit. Kjo e optimizmit, paktën për mua, ishte e tillë që në përvojën time, për çdo çështje të mundshme, nga lufta në Ukrainë deri te një sherr më banal ndërmjet vipave, gjithmonë ka dy qëndrime. Është e pamundshme që 100% e opinionit publik të jetë me njërin anë. Edhe sikur 99 veta të jenë, një do jetë kundër, siç ishte për shembull rasti i Arta Avdiut apo Zana Avdiut. Nuk e di, një ndër dy motra që doli kundër Granit Gjakës, edhe tha ai ka bënë një gjest për Rrugaçi. Edhe gjithë po e sulmojnë, edhe aty mbani përshtypje sepse 99.99% e publikut ishte me Granit Gjakën. Kjo ishte një që ishte kundër. Edhe gjithë po e sulmonin këtë, dhe mbajnë përshtypje sepse është e pamundur që të jenë 100% totalisht gjithë me një mendim. Kështu që diku 80-20, diku 7, varet pastaj. Por gjithmonë ka dy medalje për çdo histori, aq më tepër për histori që dalin nëpër rrjetet sociale. Dhe unë këtë prisja, siç e kam përvojën në rrjetet sociale, nuk merr kurr gjitha komentet pozitive, sa do të bësh një status po themi perfekt ose sentimental ose emocional, do dalin një që do të thotë ti je legend. Edhe nëse 99 veta të thonë ti je mrekullueshëm. Kështu që kjo më habiti më, nuk është se më për ato shoqëri që kemi Albi tash, se shoqëri që kemi me ndryshim, sa do gabim që ata mund të jenë gabim në mënyrë qartë, bardha në të zezë, ata mund të jenë shumë gabim, por shoqëri që kemi ata persona që mendojnë ndryshe, se duhet të jenë skeptik Robi. Edhe normalisht e këtë anën që e nënkuptoni duke e thënë domethënë për shoqërinë shqiptare është se shifet se këto persona që janë një çik më të përpambetur, një çik më konservativ, një çik më, si ta them, më të mbykur në mentalitet, i shikojnë këto rastet e abuzimeve në perëndim për shkakun që nuk janë shumica. Domethënë kur femra i përdorin këto lloj akuzash për të shkatruar ose për të përfituar diçka. Janë raste që numërohen me dorë, po kanë bërë një lloj buje dhe normalisht ato lloj personash këto raste përdorin, kështu që në individ të tillë un jam i mendjes që shifet se me këtë, domethënë, është nuk ja vlen të harxhosh më as frymën, sepse çfarë do lloj gjëje ti thoshti, ajo edhe video edhe foto ti kishte vënë përpara atyre, ata lloj individësh prapë do thonë që ti e ke pasur fajin vetë ose ashtu duhet bërë. Ideja tani që unë se kuptoj fare. Ishin gjithë me një krah. Domethënë nuk kishte fare krahu tjetër, edhe pse kishte komente femrash, tani ndoshta nuk ka qenë kampioni i madh mjaftueshëm, e kupton? Po thjesht kjo më habiti që ishin gjithë me një krah dhe kjo të lën të kuptosh shumë se çfarë gjendje është shoqëria shqiptare dhe sa të lira janë femrat për denoncuese, nëse ke gjithë shoqërinë kundër. Me këtë nuk jam 100% të ty, Albi, që ishte kampioni i vogël që shuat. Ajo tregon e para fare çfarë ndjek se çka ajo lloj faqe, një herë, normalisht tek ajo faqe, të parë që do komentojnë janë deksit e asaj faqe. Edhe mënyra, domethënë, që të shtoja te diçka të fundit të optimizmit. Pse mendoja unë se ishte më pak, unë nisem nga vetja gjithmonë, domethënë, është diçka që do e bëja unë apo s'do e bëja unë. Unë s'do e bëja, unë nuk njoh personalisht në rrethin tim shoqëror asnjë individ, zero individ që do komentojnë në mënyrë të tillë, domethënë, bëjnë llogari sa njerëz mund të njohë Robi që ka kontakt normal, dëgjoj, 20-30 vjet. Pothuajse normalisht kur nisem ato thosh shiko se kjo ambienti që më rrethon mua, domethënë, jo ai direkti, po edhe pak më shumë jam i rrethuar nga persona që janë të kulturuar, që domethënë ti ta ndaj shapin nga sheqeri, është e vërtetuar, s'është e vërtetuar, prap ka pak simpati Robi. Qose s'është i vendosur për diçka, nuk flet fare, valla, nuk ka pse të hy, sepse si ata, si pro, si kundër, çfarë lloj komente të bëj atje nuk ka asnjë lloj prove. Ajo thjesht duhet lënë diçka që duhet ose ta marrin ligji e ta vendosin ose ku diqon ta zgjidhin me njëri tjetrin, siç e bëjnë shumica e figurave publike. Çfarë më shqetëson mua është ta tipat ata mirë ata që thonë ke pasur fajin vetë kështu se ata lloj vëmje që njohim, nuk është gjë e re për shoqërinë. Unë më shqetëson ata pjesa tjetër thoshte që është gjë normale valla. Që është gjë normale që duhet ta bësh, se e kanë bërë shumë të tjerë para teje. Edhe një pyetje i bëj unë këtyre, domethënë individëve në ajër, se asnjëri nga ju s'do të përgjigjet se s'keni lidhje, po që ore këta kanë motra vetë valla, kanë motra, kushërira, nëna, vajza. E kupton?
se mund të jetë një nga ato në të njëjtin pozicion nesër e pas nesër. Se ka pasur sa anekdota dhe sa raste dime në universitete që i është dashur pak herë me dashje, në shumicën e rasteve pa dashur, domethënë i është dashur gocave që të japi favore seksuale si do qoftë edhe për të kaluar një lëndë, domethënë. Vetë atëherë për atë punë vritesh, domethënë. Ose këta vriten. Ase ata individa që thonë që mirë ta bëjnë ty se e ke fajin vet, jam e sigurt që për motrën e vet ose për vajzën e vet do vrisni. Kështu që unë këtë lloj mendimi nuk kuptoj. Ta japë një përgjigje për këtë, për këtë pyetjen e fundit që bërë. Po, ashtu. Një mendim më saktë, se nuk kam se si të kem një përgjigje, por mendoj se sidomos online është shumë herë më e lehtë që të shpërndash gjuhën e urrëties se sa të thuash një fjalë të mirë, edhe mendoj se ka lidhje edhe këtu efekti i turmës. Është më e lehtë jesh në një vijë me gjithë të tjerët. Pra nëse gjithë të tjerët janë në një gradhe, po e shajnë, po e sulmojnë këtë vajzën që në këtë rast, domethënë është dhe më e lehtë të shash një vajzë pa dashur të diskriminoj djemt, absolutisht. Sigurisht që do të ngjite. Unë më duk interesant në fakt kur foli Orestja, sepse edhe unë vetë mendoj të njëjtën gjë. Edhe u habita pak nga përgjigja e juve, po këtu edhe te ky podcasti që jemi dy vajza, dy djem, duket ndryshimi, edhe mendoj se është çështje perspektive, që ne të dyja nga perspektiva e një vajze arrim në përfundimin që ose presim pritshmëritë tona janë që shumicat e komenteve do ishin negative dhe sulmuese, pra sikur e presim diçka të tillë, ndërsa nga ana juaj ishte pak më ndryshe, kështu që kjo pjesë më duk pak interesante. Por për çështjen e Cubit, ja thash edhe pak Orestias para se të nisnim, unë me thënë drejtën nuk e di si e pat ju, por më duk pak zhgënjyese se si u trajtua çështja. Domethënë, unë kisha parë vetëm ato postimet që mi treguat, që i pash postimet e Albit, edhe portalet, disa tituj, edhe normalisht diçka e rëndë, po kur e hapa më pas videon edhe pash deklaratën që kishte bërë, ishte në një emision argëtues, ishte në mes të një loje, edhe mu duk pa lidhje mënyra se si e bëri pyetjen gazetarja apo kush Rudina, çfarë është Rudina, nuk e di aktore çfarë është. Më duk pa lidhje dhe mënyra se si ja bëri këtë pyetjen që ty të kanë ngacmuar, se domethënë sikur s'ka ndodhur asgjë. Domethënë ti po bën një denoncim edhe domethënë u mor me të qeshur, më duk edhe sikur u zdu pak ngushtë Cubi nga ana tjetër, edhe në fillim nuk donte ta thoshte. Do të qenë edhe kamuflim për të mos ta bërë dramatike me qëllim, ndoshta thjesht për ta nxjerrë fjalën aty jashtë, nuk e di. Nuk e di, po më duk as pak profesionale. Unë mendova sinqerisht para se të hapja video, mendova si ishte bërë deklarat në një intervistë apo nuk e di, nuk e prisja fare. Rudina ka burrin që është marrë me prostitucion tani, kurse presim në nivel kush e di, thjesht, se di, ndoshta po flas shumë. E kuptoj këtë pjesë, po unë po e mendoja për pjesën, më thënë, mesazhi që merret më pas është, ose më saktë, se jam pak lëmsh tani me mendimet, po nuk më pëlqen kur minimizohen gjërat, nuk më pëlqen kur diçka që duhet marrë më seriozisht se kaq, sepse merret ky rast i tillë në një formë shakaje, kalohet, nuk u bë më asnjë gjë. Unë nuk kam lexuar më nëse është bërë një ankuzë konkrete, nëse ka pasur ndonjë reagim, nëse ka reaguar ndonjë nga organizatat, domethënë fare për këtë pjesë, sepse siç e tha edhe Bleoni, domethënë është e dënueshme. Sigurisht duke pas prova, sepse ne nuk mund ta vërtetojmë tani, po që duhet trajtuar seriozisht, sepse kjo ndodh rëndom. Edhe mesazhi që unë marr është pjesa që nuk do ma var askush, nëse unë kam një ngacmim të tillë në punën time, edhe ky është hap i parë, mendoj që stepen viktimat në këtë rast. Nuk do marrë askush seriozisht, ose pse ta bëj të madhe, ose shumë arsye të tjera, sidomos në Shqipëri. Domethënë, unë arsyeja pse më irritoi mënyra si u trajtua është sepse ishte publikisht, supozohet do marrësh një mesazh, më the të thash, kjo pjesë nuk më pëlqeu fare. Prandaj dhe më duk pa lidhje.
Po, nga ana tjetër, për pjesën e komenteve, mendoj se është shkak pasojë edhe pjesës se pse nuk denoncohen nga viktimat rastet e ngacmimeve seksuale në punë. Sigurisht, është dhe pjesa e frikës se mos u mbet vendi në punës, është pjesa se merr kërcënime apo shantazhe, ose pjesa e turpit. Mendoj se një pikë që është edhe pjesa e turpit, që viktimat mendojnë në këtë rast se mos është faji i tyre. Edhe kam përshtypje se një ndër po themi reagimet apo mos reagimet është pjesa që ta heq qafet, ta kaloj sa më shpejt, do me ta harroj sa më shpejt këtë gjë. Edhe kjo gjë është e dhimbshme kur e mendon, sepse ka shumë raste, duke u nisur nga këta faktor, që nuk raportohen fare. Edhe bëhet si zinxhir. Domethënë viktima nuk raporton abuzuesin, edhe abuzuesi përfiton, edhe kjo gjë përsëritet. Edhe vazhdon, shtohet. Edhe askush nuk e prit pak të lutem, se dua që ta vazhdosh prapë fjalën time, do ta drejtoj të pyetjen ty e pastaj më ta ndash me Oresian. Mirë pra. Këtë ne e kemi diskutuar, kemi diskutuar dhe bashkë në podcastin që kemi bërë bashkë, kemi diskutuar me çunat, kemi diskutuar me shumë persona këtu. Dua ta diskutoj këtë temë shumë gjatë që, okay, kjo është, domethënë një rreth i zi, domethënë që s'mbaron asnjëherë. Këta kanë frikë se nuk i dëgjon njëri edhe nuk denoncojnë, kështu që ndodhin më shumë edhe vazhdon në infinit. Po mirë, po ne po flasim për Cubin, domethënë. Sado mund të jetë figura e femrës në Shqipëri, domethënë me dobët apo ku dëgjon, me syzhynosur etj. Cubi nuk është një femër normale, nuk është një femër e zakonshme, nuk është më e fuqishme se sa tani, jo që ta bëj personale se sa ti apo se sa kushërira ime apo tjetri që si njeh njëri apo jo. Domethënë, e kupton si analogji, e kupton si paralelizëm, që nuk është një person privat, është një person publik, është një person i kamerave. Në qoftë se një krim i tillë ka ndodhur, domethënë, a mendon se edhe një lloj, unë ndjej tani që Orestia do më çohet, po të lutem thjesht më dëgjoj pak deri në fund. A mendon se një femër për shembull si Cubi, që ka një çik fuqi më shumë se sa një femër normale, duhet ta kishte për detyrë ta bënte këtë gjë ose më përpara ose nëpërmjet ligjit? Domethënë se pse ndodh fenomeni që edhe njerëz që kanë fuqi zgjedhin këtë rrugën e shantazhit publik, kur ajo mund ta kishte bërë thjesht atë ditën që kishte ndodhur, mund të kishte vajtur direkt në polici. Po fiks këtë po them edhe unë. Prandaj më irritoi pjesa pse nuk u mor seriozisht. Pikërisht për këtë arsye. Unë nuk e di arsyet e Cubit, por mendoj se vjen logjikisht gradualisht nga historia që paraqet shoqëria shqiptare kundrejt femrës. Sepse Cubi në fund të ditës është një femër si gjithë të tjerat, pavarësisht profesionit që ka, po pavarësisht se çfarë ka në dorë. Edhe me thënë të drejtën, Bleon, e dim shumë mirë se si funksionon apo më saktë se sa vlerësohen artistët në Shqipëri. Kështu që edhe ndonjë gjë jashtëzakonshme nuk do ta quaja, pra që të ketë mbrojtje apo të ketë aq forcë sa të mund të dalë edhe të flas hapur, që personalisht do preferoja, duke qenë se ka disa mjete në dorë, po i quaj, s'po më vjen termi, do preferoja dhe do ishte gjë super, me qenë se ajo e mori guximin që ta shprehte edhe emrin publikisht, të mund të reagonte më përpara edhe për të përçuar një mesazh, edhe për t'i dhënë forcë apo zë, të paktën dikujt, të paktën një vajzë që mund të ketë pasur një ngacmim në punë. Sado nëse ka efekt apo ndikim vetëm tek një person, për mua është shumë okay. Por nëse vazhdohet me frikë gjithkohës apo me turp apo me pjesën që jo nuk do më marrë askush seriozisht apo nuk do më besoj askush, më thënë është një rrugë pa krye fare, pa dritë. Dhe kjo është pjesë më trishtuar. Dua të dalë dhe unë, se unë jam shumë i sigurt që do ketë minimumi një vajzë do ta ketë idhull Cubin. Se janë persona publike, janë persona që i shohin nëpër ekranin, na pëlqejnë. Mua për shembull personalisht më pëlqen goxha si aktore. Më thënë është edhe te apartamenti, edhe tani është e preferuar ime e parë, domethënë. Po domethënë sa do e vështirë të jetë, unë mendoj prapë se për atë është sigur edhe 1% më e thjeshtë se sa një femër normale, domethënë. Edhe unë mendoj që persona të tillë që janë celebrity apo VIP apo nuk kanë vetëm këto
pluset nga shoqëria, kupton që trajtohen mirë, që hajde bëjmë një foto, hajde pinë gjë pa lekë budalliqet që të rëndomta në Shqipëri, domethënë, po ka dhe një detyrë, domethënë, që mund t'i bënte. Pra, s'ka që denonson, se do shkojnë polici, do thotë, shiko, ky më kërkoi seks për një rol. Si do e vërtetoj? Nëse nuk i ka lënë ndonjë mesazh të shkruar, ai ka qenë një dhomë, ai ja ka thënë, kjo ka ikë pastaj. Nuk është se ka regjistruar ose ka qenë me kamera të fshehtë me vete. Dhe po shkojnë polici, leja që policët të parë do tallen me te, ashtu siç ka ndodhur në gjithë historinë. Por nëse e marrin seriozisht ose nëse shkojnë vërtet çështja në gjykatë, është tepër e vështirë për ta vërtetuar diçka të tillë. Kështu që kjo është pak najer. Plus këtyre shtoi dhe qëndrimin e vetë shoqërisë ose shtoi qëndrimin e gjyqtarit ose të prokurorit. Unë kam lexuar një histori që komentonte një gocë, ishte studente e juridikut, edhe pedagogu të juridiku ishte ish prokuror diçka e tillë. Thoshte, emo edhe këto vajza që ankohen për përdunimin, se në fund ai aty ja la, nuk ja mori me vete. Pra kur e thot pedagogu në leksion para gjithë studentave dhe nuk i bën syni tërë, mendoj e ti që si sillet një prokuror ose si sillet një polici i zakonshëm është komplet e normalizuar. Dikte, kjo është një temë e madhe, të japim fjalën në Oreshit. Po, desha me fol më përpara, po isha të qeshma që the. Nuk se kisha planuar. Gjithsesi, atëherë, unë mendoj që e para punës aktorët e sotëm, do thonë nuk e kanë atë valencë që mund të kenë aktorët e Hollywoodit ose edhe në Europë, domethënë në raport me njerëzit e tjerë, domethënë në sytë e shumë personave, okay, Cubi është e famshëm, ka dalë te apartamenti, e nuk e di ku mund të ketë dalë tjetër. Po kur vjen puna për këto lloj kauzash sociale, domethënë çon pak shumë pak pesh fama e Cubit, si mas mejet. Bile ta fash edhe më përpara, këto vajzat e ekranit s'është të merren edhe si shembull morali. Sa fjalë keqja. Si nuk di se më thënë domethënë, po që nuk është se e ke parasysh kur ka raste përdhunimesh ose ngatmime seksuale që gjithmonë kërkojnë me gjetë fajin të viktima. Në rastin e këtyre vajzave domethënë është shumë thjesht me gjetë fajin të viktima sepse mendohet sikur e ka kërku. Sidomos kjo domethënë që ka pas diçka më përfituar në këtë rast, një rol, famë, etj, se nuk e di çai ka ofruar konkretisht ai çfarë roli. Plus jam dakord me atë që thot Albioni. Këtu, domethënë, ne po flasim për Shqipëri, një vend ku ti denoncon dhunë familje, je në rrezik për vdekje, këto t'japi një urdhër mbrojtje që nuk të vlen as një letër higjienike. Imagjino sa mund ta marrin seriozisht policia, prokuroria një lloj akuze pa asnjë lloj prove, thjesht fjala e saj kundër fjalës së tij. Nuk do thënë, unë për Cubin ose çdo person tjetër të famshëm ose jo që shkon me denoncu këto rastesh nuk shoh asnjë lloj përfitimi. Thjesht është dhimbje koke domethënë edhe pasoja që kam i vujt vetëm viktima, sepse nuk bëhet fjalë që pasojat me i vujt ai që i akuzumi. A nuk je pak pesimiste me këtë? A jam pesimist? Unë mendoj që jam realiste, po okay. Edhe pak pesimiste jam, sepse ne po flasim domethënë për një lëvizje të ngjashme me Me Too në Hollywood. Nuk ka për të ndodhur shpejt domethënë. Paktën ky 10 vjeçari në arshëm nuk e shoh të mundshme me në Shqipëri, sepse pikërisht për këtë lloj mentaliteti që shfaqin njerëzit. Kupton, sepse Me Too pat shumë shtetje. Shtoj këtu, domethënë, fushata që u bë, leku i madh që u holl edhe nuk jena në atë nivel Shqipëri, domethënë nuk ka akoma në Europë si lëvizje. Edhe në Francë më duket, me sa kujtoj ka pas disa raste denoncimesh, në Itali jo s'bëhet fjalë, paktën unë nuk di asnjë. Po, okay, pesimiste. Nuk arrim me pa dritën të fundit këtij tunelit. Shiko, Oresti, për pjesën e Me Too, domethënë unë nuk e uroj as për Europën as për Shqipërinë, domethënë se një nga produkte Me Too pëlqen
Na pëlqen apo jo, domethënë ishte edhe rasti i Johnny Depp edhe të tjerë që nuk kanë pasur famën e tij dhe që janë gremisur njerëz për gjithmonë. Që normalisht duhet thënë që është numër shumë herë më i vogël se sa i rasteve që janë të vërteta. Po këtu kaloj prapën tek fjala që tha Albin përpara që është pak vonë te kjo, duhet të ndryshojë mentaliteti mes femrave se këtë gjë nuk mund ta bëj as unë unë s'kam asnjë lloj force kështu si person domethënë, ose të paktën kam një forcë të vogël fare që nuk llogaritet asnjëherë se sa një individ që do jetë femër. Pse e them këtë? Sepse, siç e thash dhe më përpara, është një fenomen që në disproporcion, në 99.99% të rasteve i ndodh femrave dhe në 0.1 i ndodh Johnny Deppit me shokë, kupton? Po se ka dhe shumë shkujt të nëmë seksualisht, Ka, jam shumë dakord me kjo që thot Leoni, domethënë që ndryshimi duhet me fillu te mentaliteti, sepse një nga shtyllat domethënë që e man kam ky lloj strukture janë edhe femra që mendojnë në atë mënyrë. Sepse është më kollaj me drejtu gishtin dikujt domethënë që del nga vija e mendimit përgjithshëm se sa me thënë që po më kanë nuk e lloj nga arsyevi seksual kështu. Po, jam shumë dakord domethënë me këtë pjesën. Jo se testi ideal nuk mundesh me ndryshu gjë, nuk jam 100% dakord me këtë. Domethënë ti nuk mundesh me ndryshu perceptimin e grave për njëra tjetrën, po okay, ka pjesë shoqënisë maskullore që ti mund të kesh në kimin tënd, domethënë, të paktën të rreth i ngushtë. Me sa kuptova s'ka nevojë sepse janë gjithë kështu personat kulturuar të emancipuar dhe më vjen shumë mirë. Po që teorikisht domethënë tu fol se cili prej nesh mundet me bën një ndryshim të vogël. Normalisht po Alvi se do kam diçka, vazhdo. Para se të kalojmë te tema tjetër, se di se do bësh pyetje, unë nxita nga ato që tha Klara dhe desha të shpjegoj një 2-3 pika. E para për mentalitetin e turmës, është shumë e vërtetë ajo që tha Klara, sepse është vërtet që turma orientohet. Për shembull, njerëzit kur shohin një postim e kanë në ves, shikojnë edhe komentet për të orientuar se çfarë komentet bëjnë. Nëse ti shikon në përfaqe, komentet fillojnë të kopjojnë njëri tjetrin. Pra njerëzit fillojnë të përsërisin ato që kanë thënë të tjerët, madje edhe i riprodhojnë në përfaqe të tjera, i marrin kështu si slogane, si parulla. Dhe po ta shikosh me vëmendje këto faqe të mëdha, e bëjnë edhe vetë komentin e parë, për t'ia dhënë si më thënë tonin bisedës, që mos shkojnë komentet mos tallakaten, po i orientojnë disi, është një lloj manipulimi. Kjo për mentalitetin e turmës online. E dyta për atë që pyet ti, për shpjegimin, domethënë, pse këta meshkuj komentojnë në mënyrë tillë që thonë është normale që ti të kalosh shtratin. Për mendimin tim, këtu ka të bëjë edhe i far frike, sepse nëse kjo vazhdon të jetë normalizuar, ose më mirë themi meshkuj që abuzojnë, nuk është se abuzojnë se nuk kanë kontroll fare tek instiktet e veta ose janë kështu, nuk kanë frikë. Unë i abuzoj gjitha femrat sepse kështu mundem. I abuzojnë sepse bazohen te kjo kultura e heshtjes. Dhe po të vritet kultura e heshtjes, shumë nga këta meshkuj do t'ju hiqet mundësia për të abuzuar, sepse ne e dimë që shoqëria shqiptare është tepër konservatore. Sidomos sa i takon kësaj pjesës moralit. Edhe nëse një baba ose një vlla ose një familje asaj vajzës do mësoj që ti e ke ngacmuar seksualisht ose i ke bën një gjest, ata janë edhe të detyruar nga rrethë shoqëror, nga mentaliteti që të reagojnë, dhe kjo mund të përfundojë edhe në dhunë. Pra këta janë të kënaqur me këtë status quo, që gjërat rrinë kështu, që femrat mos flasin, që femrat të fajsohen gjithmonë, në mënyrë tillë që gjërat të vazhdojnë ashtu siç janë. Edhe këtu desha ta lidh edhe me atë që tha edhe Klara dhe Orestja për perceptimin e ndryshëm që kanë meshkujt edhe femrat. Unë mendoj se femrat shumë raste të dhunës, ngacmimit i fshehin, sepse edhe thonë jo po mos t'i fusën sherr, mos t'i fusën nga tresë. Edhe kanë frikë jo vetëm për vete, po kanë frikë se çështja do bëhet kaq e madhe sa do përfshihen familje ose do bëhet zallamahie e madhe, plus ose do ja vënë fajin kësaj ose do bëhet një sherr tepër i madh dhe preferojnë ta mbyllin ose ta lejnë heshtje. Dhe meshkuj që janë predator, ata pedagogët ose ata mësuesat e thjeshtë ose ku diun një plak në rrugë, këtu e kanë forcën. Kjo heshtje kanë forcën dhe po vrak kjo heshtje, atëherë sigurisht që do shpërthej diga. Shumë do flasin, jashtëzakonisht shumë. Mjafton shohësh në përfaqe se sa shumë denoncojnë, edhe se si marrin kurajo, është. Po mendoj se duhet shumë punë, duhet të emancipohen shqiptarët, janë
janë shumë brapa në shumë drejtime. Po pra, po mendoj se kjo e nisi gjitha nga femra burrë, sepse shiko ç'a ndodh një fenomen në Shqipëri që ne anashkalojmë, domethënë. Disa nga femrat që mbahen më lart, për shembull, unë të numëroj me gishta, po thjesht nuk do të përmend emrat, domethënë, sepse do të dërojmë dhe unë t'i aprova të gjitha, po femra si Cubi, domethënë që kanë role deri diku që nuk domethënë kalojnë atë over sexualizing, domethënë në televizion, po thjesht bëjnë atë punën e tyre, bëjnë atë humorin, improvizimin e tyre, janë të pakta, themi drejt. E kupton? Shumica e vipave edhe që fatkeqësisht e vërteta është që mbështeten edhe më shumë nga femra që merren nga si për shembull nga shumë femra të tjera, janë persona që janë pa moral. Se ore se thanë në fillim personazhet e ekranit nuk që janë femra nuk shifen si të moralshme. Edhe kjo është drejt, unë të numëroj shumë raste domethënë edhe si këto të Big Brotherit tash domethënë, gjysma atyre normalisht janë pa moral për mua, për mendimin tim. Unë nuk i quaj njerëz pa moral se janë femra në ekran, po i quaj njerëz pa moral për produktin që ata kanë nxjerrë, ose që, në këtë rast që ato kanë nxjerrë në ekran, siç ka dhe meshkuj, nuk diskutohet fare, nga dy anët. Po është numri i madh i femrave të pamoralshme që nuk kanë asnjë lloj talenti, po thjesht seksualizohen, domethënë dhe nxirren ekraneve për të rritur shikueshmërinë, është i madh. Normalisht ata femra, ata meshkuj domethënë që i pëlqen ato lloj gjërash, normalisht do i shikojnë si ill, do i shikojnë si femër perfekte, normalisht do i shikojnë ato, por ka dhe është një numër jashtëzakonisht shumë i madh goca shdreja, të vogla, të moshës tonë, apo edhe më të mëdhaja që i shohin si perëndesha, kur ato janë të vërtet për mendimin tim domethënë kancer shoqërie. Edhe të njëjta këto lloj femra nuk bëjnë asnjë lloj lëvizje në atë hap, nëse nuk i përfiton atyre. Edhe shumica nga këto bile edhe një nga këto të Big Brotherit tash për shembull e kam informacion 100% të sigurt, domethënë që e shet vetëm, edhe sot e kësaj dite që ne po flasim, edhe sot aty që është në Big Brother për të dalë do vazhdoj ta bëj prapë, me çmime stratosferike, sepse ashtu funksionon në Shqipëri. Edhe jo vetëm në Shqipëri, funksionon edhe këtej, se ne shohim të problemin e ngacimit seksual dhe kërkimit të favoreve seksuale gjithmonë që shoqëria shqiptare jemi të prapambetur. Unë mendoj se ne jemi të prapambetur për sa i përket masës dhe reagimit. Aty e mendojmë që jemi të prapambetur. Po që ndodh, nuk mendoj se jemi të prapambetur, është problem që edhe në vendet që merren gjithmonë përballë, që janë Norvegjia edhe Suedia, domethënë është skandaloze akoma edhe sot tek kësaj dite, pavarësisht se reklamohen si parajsa, që s'është e vërtetë. Ne ka pasur shumë studentë Erasmus këtu në Berlin, domethënë që tregojnë që gjëra nga më të çmendur atë, se qoftë larg në Shqipëri, nëse ndodh diçka në sy të vllajt, domethënë ata u vranë u therrën atje, të paktën në mënyrë ignorante apo në një mënyrë shpellare do bëhet diçka, kurse atje domethënë edhe po të jetë i vllai në të njëjtin ambient, domethënë nuk bëjnë asnjë gjë, thjesht e lënë të kalojë, domethënë që ka dhe më keq. Ideja është se duhet të fokusohemi atje, duhet të fokusohemi te pjesa për të ndryshuar diçka. Dhe ideja është se shembujt e kësaj, për mendimin tim, femrat e pamoralshme të ekranit kanë ndjekje më të madhe, janë më të dashura nga publiku. Dhe ato nuk sjellin asnjë lloj ndryshimi ose nuk flasin për këto lloj gjëra. Edhe kur del një ato nuk janë të pushtequr. Okej. Ja ta mbaroj një sekondë dhe mund të vazhdojmë. Dhe duke më qenë se këto janë, domethënë, më të pëlqyera, kanë më shumë followers, se edhe ato followers janë numra janë, po nuk janë numra kot. E kupton? Ka një lloj ndikimi, ka një lloj mesazhi që shtyn. Edhe unë për shembull nuk më bën sens për shembull që një person si kjo si e ka ajo Bjonda që ishte te Ermali ca kohë, s'u kujtoj që është në Big Brother tani. Kush Kevina? Për shembull, nëse ajo do të çojë të mbështesë Subin për shembull, unë mendoj se në ky rast specifik laboratorik që thash unë tani domethënë më shumë do dëmtonte Subin se sa do e ndihmonte domethënë, sepse nga personat që janë disi të shkolluar apo që kanë një lloj bagazhi, unë mendoj që ajo ka një pozicion. Kështu që do bënte dëm nëse një person I tillë domethënë do mbronte një çështje të drejtë, që duhet ta mbrojë gjithë secili domethënë, po që ky është perceptimi I shoqërisë. Këtë kam të vështirë unë si ta ndryshojmë për të ardhmen. A mund të them dy gjëra? Po, vazhdo thoje pastaj plan.
për këtë që po thu që nuk reagojnë, edhe mund të reagojnë këto lloj femra që po thu shesin trupin e tjera, për shembull, ajo ndoshta se shet trupin, po e marrim shembull Oriela Marashin. Oriela Marashi është një modele, është e famshme e kështu. Dhe unë nuk kam prit ndonjëherë që ajo të bëjë aktivizëm, por kur kemi bërë atë fushatën për atë gocën që u përdhunu në kavaj nga roja, kjo Oriola ishte një ndër personat kryesor që është shpërndau te faqja vet dhe po thoshte ju vipa që merreni për George Floyd, hajde protestoni këtu për këtë rast konkret. Edhe doli edhe vetë në protesta ajo me pankart, dolën edhe vipa tjerë, pra nuk është se nuk janë të ndjeshme këto femrat e showbizit. Edhe dyta që desha të them është se ti mos e shiko se kanë shumë followers dhe ato janë të pushtetshme. Është sistemi, ai që është i pushtetshëm është sheiku ose ai pasuri që paguan ose ai mafiozi që ka lek. Ajo vajza që lidhet me atë nuk është ndaj femër që ka ndaj pushtet dhe është ndaj lloj mbretëreshe. Ajo mund të jetë subjekti dhunës e para, mund të jetë subjekti trafikimit e dyta, është subjekti urrëties nga shoqëria e treta, është lehtë për me urrë atë. Po hajde urrë atë tjetrin që është më i fortë se ajo dhe është mafioz dhe është i fuqishëm. Edhe desha të them diçka për sistemin, që thu këto femra që promovohen janë të pamëragjshme. Është e vërtet, po nëse ti shikon një vajzë e cila studion, e cila bën master, doktoraturë dhe në fund fare nuk e merr dot atë postin, nuk bëhet drejtoresh, por bëhet një shoqe e një ministri ose drejtori, atëherë sigurisht që ajo do të demotivohet, se çfarë pret ti, që ajo të motivohet, studiojë akoma më shumë dhe të bëjë karrierë. Domethënë, nëse këta burra që janë pushtet kërkojnë gjithmonë femra që të kenë pamjen, aspektin kryesor ose të kenë marrëdhënien me ta si kriter për të futur në punë ose për të bërë karrierë, atëherë është normale që këto lloj femrash do promovohen, këto do jenë, po themi, shembulli dhe këto do jenë modeli. Edhe ne kemi dëgjuar haptas kryeministrin e vendit që kur e pyetën për drejtoreshat, ky pati vendos Spiropalin te doganat, mos gaboj, edhe atë tjetrën shehajnë te tatimet. E kur e pyeti Fevziu pse keni vendos vajza kaq të reja dhe pa përvojë 25 vjeçë në krye të institucioneve kaq të mëdha, ai tha, po pse tha ju këtu në për emisione nuk nxjerrni velinat tha për imazh të emisionit? Pra ai mendonte drejtoreshën e doganave, drejtoreshën e tatimeve si imazh, si velina, kupton, dalin ato, janë të bukura, të pashme dhe pastrojnë gjithë llumin e korrupsionit tim. Dhe këtë nuk e ka bërë vetëm atëherë, vazhdon ta bëjë edhe sot me ato gratë ministre që nxorri, unë jam kryeministri, kam më shumë gra në kabinet se kur. Po nuk mendoj se sot gratë, edhe pse ka një farë pushteti ballu për to, po nuk mendoj se sot gratë janë më të pushtetshme se më përpara. Dhe kjo është në gjithë politikën, nuk është se ka vetëm Rama, janë gjithë krahët politik janë të tillë që po ti shohësh femrat e pushtetshme ose do etiketohen si kurva në mënyrë automatike. Domethënë, mjafton shikosh Spiropalin ose Greta Thunberg. Nuk i kritikon kush ato që ju jeni hajdute, jeni kriminale, ju jeni të korruptuara. Jo, gjithmonë do insistojnë tek aspekti seksual. Dhe kjo nuk ndodh gjithmonë me meshkujt. Nëse një burr i futet politikës, nuk shkojnë t'i thonë, shiko se ti ke tradhtu gruan, je një i pamëragjshëm, një kriminal. Nuk i përmendet fare, ndërsa për gratë është e kundërta dhe ka dy fishin e sharjeve, sharjet e zakonshme të politikanit edhe sharjet e ekstra. Po kjo është një tjetër, por normalisht se në një vend për shembull si ndodh në gjithë Europën, se do të jap fjalën klare se u donte të fliste si çfarë, në një vend kur ka kuota, domethënë që duhet të kesh të bën një lloj mënyre për të përfshirë femra, domethënë duke e lënë meritokracinë mbas shumë, normalisht pjesa më ignorante e shoqërisë rrugën e thjeshtë do zgjedhje burrë, thonë jo, kjo është kështu ka shitur veten. Po unë se kisha atje, unë e kisha edhe si ai shembulli që përmendën ti, që unë s'do ta përmend vetë emrin, edhe ajo e shet veten. Mua më duket thjesht hipokrite për shkakun. Në ky rast që unë se dia, që ti mendon bravo e qofë, mendoj aktivizor valla, se më duket hipokrizi kur ti në mënyrën e jetesës tënde, në jetën tënde të përditshme, i jep frym kësaj lloje të shoqërisë. Ku është okay të shesësh veten tënde, si për reklama, si për shuma të majme, për etj. Nesër pasi se të dalësh, jo po shiko ç'a ndodhi. Kupton se është hipokrizi, janë double standard. Nuk e shoh problem. Është një lloj si dalë një trafikant droge dhe thotë policia po vret njerëz. Edhe ai është kriminal, por kushdo mund të bëhet aktivist në një fazë të jetës tij. Kupton, nuk është se unë nuk e shoh problemin te këto femrat e showbizit, sepse nuk mendoj se ato janë të pasura dhe të pushtetshme në shoqëri. Mendoj se pushtetin e kanë ata që janë mbas tyre. Dhe e bëj rastin e Elvana Gjatës me
atë Polin, si kishte emrin ja harrova. Tani ne shohim Elvanën dhe e shohim që është e famshme, bën koncerte, mendojmë kjo është e pasur. Po ai është 10 fish, 100 fish më i pasur dhe më i pushtetshëm se ajo. Kështu që sa herë shef një vajzë të bukur që është e famshme, mendo gjithë ata të tjerë të cilët paguajnë dhe ata e kanë pushtetin edhe forcën edhe fizikën ndonjëherë. Po si jemi në njëjtën vijë plak, se ti po flet për pushtet drejt për drejt, për pushtet, domethënë për sa i përket politikës apo tjerë për paguajnë bëjnë, po flasim për pushtet perceptimit shoqëror burr. Këtë po them unë. Edhe pushtetin që ka një femër me shumë followers, si marrim Zhakun në këtë moment. Pushtetin që ka Zhaku nga ndjekësit e vet, nuk e ka asnjëherë kushdo që të jetë mbas Zhaku. Se ata që dëgjojnë Zhakun në burr. E kupton? Këtë po do të thosha unë, nuk po thosha. Zhaku. Si? I ka lënë gjë mangu Zhaku me atë të vetën. Jo, më nuk po të thjesht po ta marr për të parashtuar aty për çfarë lloj pushteti e kam unë fjalën domethënë. Nuk kam fjalën për atë pushtetin. Nuk janë as gjithë përgatitur, por nuk e kanë se ajo po të jetë intelektuale, nuk do ishte ba modele. Ti shiko dhe tjera, se ke vajza aktiviste sa dush, ke vajza që janë në përroje që janë të famshme për arsye të tjera, ato janë më dukshme sepse janë modele dhe jemi në ekonomi dhe në shoqëri konsumeriste. Por nuk është se janë të vetme, se ka vajza sa dush që janë ku të diun të afta politikisht, të afta për me fal, që bëjnë denoncime gjatë gjithë kohës, që janë organizata feministe. Ka mjaft, por nuk kanë vizibilitetin e duhur. Këtë po them, po nëse japim fjalën Klarës se po priti shumë, na fal. Jo, nuk ka problem, po unë desha me ndërhy që parë, sepse po më irritonte me gjithë respektin për ty, po më irritonte pjesa e përdorimit kaq në mas të termit femra të pamoralshme, femra të pamoralshme. Dhe më shumë më shqetëson sepse e di që përdoret dhe lidhet konkretisht me aspektin seksual, dhe kjo është arsyeja pse më irriton, sepse personalisht për mua, po që mendoj se dhe kështu duhet jetë, një njeri në radhë të parë, po femër në këtë rast, mendoj se është e pamoralshme kur vjet, kur gënjen, kur mashtron, më the thash. S'ka lidhje fare nëse ajo ka dëshirë të kryejë marrëdhënie me këtë lloj shefi. E di që arsyeja pse e the edhe mesazhin, domethënë që përcillet apo sa lehtë merr një profesion, po kjo e bën që nuk ka vlera, kjo e bën që nuk ka, ku diu, nuk ka qëndrueshmëri, kjo e bën që nuk ka forcë të ecje e vetme, kjo e bën që ajo po bën një zgjedhje për t'ia dalë mban më lehtë për të arritur aty kudo. Po nuk ka lidhje fare me këtë moralin apo këtë, domethënë mua më duket pak i shëmtuar ky termi femrat e pamoralshme. Po gjithsesi bie dakord me Klarën. Po. Jo, sepse edhe nuk e thash që janë pamoralshme, thash perceptohen si gra me një moral kështu pak të luhatshëm. Jo, dakord, ti je nga që më përmend dhe desha me specifiku. Po gjithsesi bie shumë dakord sepse unë kam eksperiencë personale dhe bie shumë dakord që nuk ka reagime, nuk po flas vetëm në vend pune, po kudo, edhe në rrugë, nuk ka fare reagime. Domethënë para shumë vitesh mua më ka ndodhur vetë, kam qenë në autobus, kam qenë me një mikun tim një të njohur, edhe më ka prekur dikush nga pas, domethënë dhe sigurisht që gjë e parë që bëra është unë ngrita në këmbë dhe e bëra shumë të madhe, i kam bërtitur edhe thjesht reagova shumë keq, po askush nuk po reagonte. As ai miku që kisha unë në krah nuk tha gjysmë fjale. Dhe për më tepër personi që mua më ngacmoi që ishte burr rreth 50-tave, më thënë o zot, kur e mendoj, më thoshte mirë ule zërin. Domethënë kjo ishte pjesa që unë u bëra fare si grifsh pasaj. Më falni se jam e emocionuar tani. Po nuk reagoi askush. Domethënë as nuk e ndaloi autobusin, as gjë fare. E vetmja gjë që mund të bëja në atë moment ishte të merrja një të afërmin tim, që e mora në telefon dhe i thash më dil përpara. Dhe personi ka ndaluar një stacion më përpara se do zbrisja unë. Sigurisht dhe nuk e pash më kurrë, nuk di fare as foto as i gjë. Nuk reagoi askush. Dhe nuk është ky rasti i vetëm, domethënë që unë di. Këta e kam përjetuar vetë, po flas për shumë raste të tjera. Domethënë dikush tjetër jam shumë e sigurt që thjesht do ndryshonte vend. E di shumë mirë këtë gjë. Ashtu si dhe në një ambient pune, dikush tjetër thjesht do linte punën ose nuk e di. Është ajo që tha Albi, ndonjëherë për mos i bërë gjërat e mëdha, do futet familja në sherra, ku diun, do bëhet se jemi dhe i gjak nxehtë kështu si natyra.
Domethënë këtu është problemi kryesor, ne nuk gjejmë mbështetje tek njëri tjetri, ose vetë ne vajzat nuk gjejmë mbështetje tek njëra tjetra, meqense ne jemi ajo pala më e dobët, më e dëmtuar, më e prekur në këtë rast. Kjo është pjesa më e shëmtuar. Nuk kur lexon ato komentet nga vajzat mikën truri, domethënë. Po pra këtu të këtë pjesën dua ta vënë çik më në duhje unë Klara, se edhe tani theti, domethënë nuk mendoj se kisha ashtu, që thej që pjesa me dobët, me dëmtuar. Me dëmtuar mbase, me dobët nuk e besoj, se s'besoj se femrat janë të dobta. Sepse unë mendoj që thjesht shumica e femrave në Shqipëri, kjo është bindja ime, nuk e kuptojnë forcën që kanë. Kjo është perceptimi im për femrat shqiptare, mbas jam e gabuar. Po flasim për shumicën në mënyrë gjenerale gjithmonë, nuk po flasim për raste specifike. Edhe për sa i përket pjesës pamoralshme, unë e përmenda, domethënë, po mundohem gjatë gjithë kohës të jem shumë i kujdesshëm me zgjedhjen e fjalëve. Nuk është se nuk ka meshkuj, se ti the person i pamoralshëm, pastaj femër pamoralshme. Thjesht ne këtu për çfarë po diskutojmë që është po diskutojmë për botën e femrave, domethënë normalisht edhe nga sytë tanë, nga sytë e mi personale, nuk mund të flas se si e shef ti ose se si e shef Oresti, unë mund të flas vetëm se si e shoh unë, si e perceptoj unë. Edhe për ty, në qoftë se një femër e pamoralshme është e vjedh, për shembull, edhe ato që rreshtove ti, për mua një femër është e pamoralshme edhe kur ka dopje standarde, kur një tjetër lloj jete jeton vetë, domethënë, ku e promovon një lloj kulture të prapambetur, që i dëmton femrat në mënyrë direkte, dhe kur del pasaj edhe bën si Nën Tereza. Për mua njëri i pamoralshëm është se ti s'ke moral, ti nuk ke kompas morali për veten tënde, edhe jeton në dy botë në të njëjtën kohë, domethënë. Edhe unë nuk po flas për femra se ti përmende që fle me këtë punë. Nuk po flasim se me kë kryen marrëdhënie seksuale. Nuk më intereson fare mua. Nuk jam unë as flift as asnjë lloj gjëje. Ajo është lirë çfarë të bëj, po kur është tjetër gjë të kesh partner seksual, si të duash, sa të duash dhe kur të duash, dhe është tjetër gjë ta shesësh veten aktivisht me lloj personi. Që unë thjesht atë birën që avash do bëhet dy, do të tregoj edhe raste personalisht që nuk jam shumë komfort i them domethënë në një podcast që do ngarkohet më vonë, kupton? Këtu e kisha. Ky është pak diskutimi i gjatë, nuk dua ta kthej në një diskutim me replika gjithkohës tani, por që ta pranojmë që e përmendëm atë term pikërisht duke u nisur nga ana seksuale, që është e vërteta, nga fakti se zhvishën më shumë, promovoj vetë, shesin veten, në thonë sa më the, thash. Gjithsesi nuk ka probleme, e kalojmë domethënë këtë gjë, por që personalisht nuk më pëlqen fare si term. Po në rregull jemi ose kemi pse e kalojmë, se mund ta diskutojmë se gjithë ideja është që diskutojmë mendime të ndryshme, domethënë. Po ty nuk të duket pak pamoralshme nëse unë si Bleon, domethënë marrem një shembull, ku dëgjoj. Unë jam inxhinier ndërtimi, valla. Unë për shembull në podcastet e kaluara kam thënë që ore mos bëni budalliqe me hekurin, mos bëni budalliqe me planet, mos kurseni 10 lekë atje, 10 lekë këtu se do ndodhi ç'a ndodhi në Durrës. Edhe sa mbyll podcastin unë, kur veten në terren bëj të njëjtën gjë vet. A nuk të duket kjo e pamoralshme ti? Më duket thjesht që je hipokrit në këtë rast. Po hipokriti nuk është njëri pamoral. Po çfarë lidhje ka kjo me pjesën seksuale? Po sepse këto pra ato lloj femrash ata profesion kanë zgjedhur, ashtu kanë zgjedhur ta bëjnë karrierën e tyre. Po mirë, pra okay, është zgjedhja e tyre, këtë po them dhe unë. Është zgjedhja e tyre, dua të arrin atë pikë, aty ku dua unë, në këtë lloj forme. Unë po flas. Ti mendon se një kolegja e Cubit, ta parashtroj çik se më duket se nuk e kupton një drejt për drejt. Mund të përdonohet. Pavarësisht. Po në rregull, nuk e heqim këtë. Po nuk po e heqim këtë nga nuk po them që nuk mund të përdonohet. Problemi qëndron këtu. Tani ti mendon që ti japim një shembull tjetër, që një aktore tjetër që ka marrë atë rolin që do merrte Cubi, sepse kur Cubi nuk e bëri ato lloj veprimi, ajo e ka bërë. Ti je me mendimin që është okay, se është zgjedhja e saj. Ashtu ka vendosur, bravo qoftë. Po pra, është zgjedhja e saj. Pra, po ndryshojnë se Cubi. 2 sekonda, se mbase nuk po më kupton. Tani besoj të gjithë jemi të qartë që pushteti është shumë po them shumë tërheqës, se s'po m'vjen tani fjala e dur. Domethënë
dikush mund ta bëjë edhe sepse vërtet e tërheq pushteti, e tundon pushteti që ka dikush, domethënë. Jo patjetër sepse do të arrijë diku vetë me forcat e veta. I pëlqen të ketë në krah një person të pushtetshëm. Prandaj po them, zgjedhja e saj nuk ka ato vlera, po themi që ke ti ose nuk e sheh nga perspektiva jote gjithë gjën, po nuk është e thënë që të jemi gjithë njësoj. Thjesht një vajzë në këtë rast që zgjedh të dalë, të promovoj veten e saj, fizikun e saj, sepse është e pashme, e gjitha këto të tjerat. Nuk do thotë se është patjetër femër e pamoralshme. Ç'është kjo e pamoralshme? Ç'është moral? Ja ta shtroj, po ja kemi dy aktore, nuk po kuptoj kjo. Po është morali për ty. Nuk po kuptojmë. Shiko, se do ta parashtroj në mënyrë sa më të qartë, domethënë që të arrijmë në një konkluzion ose jo. Po thjesht do ta bëj pak të qartë se më duket se kur nuk po kuptojmë. Marrim një femër ku dëgjojmë laboratorike, edhe nemi Bleona. E vëzëm Bleona dhe Cubi janë për të njëjtin rol. E kupton? Cubi nuk pranoi, Bleona pranoi, Bleona e mori rolin. Ty të duket okay pjesa e Bleonës? Çfarë bëri Bleona? Falë se ndëvej. Po e pranoi të jepte favore seksuale. Okej, në rregull, aha. Ty të duket okay kjo gjë? Është ideja e saj. Nuk ka rëndësi fare se çfarë më duket mua. Mi pra të flasim për ne dhe katër këtu, po tani... Vërtet për mua nuk ka fare rëndësi kjo pjesë. Më vjen keq sigurisht që nëse do e meritonte personi tjetër, Cubi në këtë rast rolin, dhe nuk do e merrte, sigurisht që më vjen keq për këtë gjë dhe do doja që gjërat funksiononin ndryshe. Po problemi shndron edhe tek pala tjetër që po ja jep rolin personit që po jep favore seksuale. Atë e dimë, atë e gjykojmë që në fillim, o Klara kemi të themi. Atë do ta bëj atë gjë, le ta bëj, nuk është fare problemi im ky. Po po këtu unë mendoj se kjo mënyra e mendimit është shumë problematike, se ti po thua që mua më vjen keq për Cubin që nuk e mori me meritokraci, si ja mori kjo tjetra. Atë plerën që është regjisor, që ka atë lloj mënyre ndarjes së roles, ne e gjykuam që në fillim që nuk ka nevojë të themi që është veprim që nuk duhet bërë asnjëherë. Jo, duhet përmend. Nuk je gatshme, sepse jo, duhet përmendem që me ato e hapëm o Klara. Po, bëjmë një echo chamber, ne me ato e hapëm, ato është e vendosur. Ne e thamë që ka ndodhur, s'ka ndodhur, do e marrim të mirëqen dhe ai person është pler. Pik. Këtë e vendosëm. Tani ti je gatshme, domethënë të thotë të vjen keq për Cubin, po nuk e dënon as të veprimin e kësaj tjetrës, që në vend që të jetë ta marri me aftësitë e saj atë prej aktore, edhe me atë shpirt edhe me djersë, që i thon shqiptarët, e mori duke i bërë bisht. Ky është korrupsion. Si nuk mund ta dënosh ti këtë? Korrupsion, ky është korrupsion që nuk është i nisur fare nga vajza në këtë rast, se po përsëris veten tani. Unë po them që mua personalisht nuk më intereson fare zgjedhja e saj, nuk më hyn në xhep si gjë. Më intereson e gjitha në përgjithësi që nuk është e drejtë, sigurisht. Ky është mendimi im, unë e shoh të pa drejtë që nuk merret me meritokraci. Po nga ana tjetër, tek pjesa e zgjedhjes së secilit individ, se si arrin gjërat si arrin, sidomos nëse lidhet me pjesën që praktikisht nuk është se po bën ato veprime të dënueshme siç i përmenda më sipër që është vjedhja, pra nuk futet tek pjesa që dënohet me ligj. Nuk dënohet me ligj nëse dikush ka dëshirë të kryejë marrëdhënie seksuale me dikë për të marrë disa favore të tjera, apo jo. Është zgjedhje dënohet me ligj. Jo, ku dënohet me ligj? Është dënueshme me ligj të nëse ato nëse mund ta provosh, je dënuar direkt se ke marrë pa meritokraci, si. Ore, se po ngatrojnë dy gjëra, domethënë nëse ajo futet në një konkurs ku janë shumë vajza aktore dhe ajo lidhet me regjisorin për të marrë rolin, atëherë sigurisht që ka korruptuar sistemin. Po nëse kriteri ka qenë seksi, atëherë është normale që do vinë një femër që shet trupin, se është një lloj si dalësh për me peshku. Nëse do me kap qironka, do hedhish krim. Nëse do me kap peshë të mëdhej, do hedhish tjetër lloj. Albi nuk po i trajtojmë në mënyrë të barabartë në plako. Se po e trajtojmë, unë mendoj se në mënyra si ju tani po flisni plako gjithmonë do dali një femër, gjithmonë do dali kështu, po i bie pastaj edhe për shembuj të tjerë, gjithmonë do dali dikush që do paguaj doktorin, gjithmonë do dali dikush që do paguaj lek për të marrë atë punën në ministri e tjerë. Kështu do vazhdojnë. Ore, varet nga kriteri që vendos. Në bazë të kriterit do vi edhe personi. Nëse ti ke vendos seksin si kriter, sigurisht që do vinë femra të bukura që edhe do bëjnë konkurrencë me njëra tjetrën, kush është më e bukur dhe kush do i shesi trupin më mirë. Nëse ti vendos
si kriter, cila është aktoria më mirë, cila shprehet më mirë te publiku, do vjen aktore më të afta. Është Po ti nuk të duket problem sistemi. Ore zotëri, të lutem tash. Po vemi ne të dy. Ne të dy ku dëgjon, jemi vërja emrin në vat. Do ikim të punojmë në ministri do konkurrojmë për të njëjtin post. Mua drejtori më kërkon 500 euro që të marr ose 1000 euro për të marrë vend e punës. Unë s'ja jap. Ti ja jep. Po nëse ai kërkon 1000 euro, nëse ai kërkon lek për të marrë vendin e punës, ne do bëjmë garë kush i jep më shumë lek. Nëse ai kërkon konkurs. Po pra unë do ja jap, unë do jem cubi në këtë rast të plak, nuk do ja jap fare për shembull. E kupton? Unë do bëhem cubi në këtë rast, nuk do ja jap fare. Edhe ti do ja japësh. Tash ti nuk ke faj në këtë pjesë. Ore personi ka faj, po ti shiko sistemin, shiko mënyrën se si funksionon sistemi, po sistemi është i krimbur, është i zhdukur, po ne nuk mund të, ore ne jemi njerëz të thjeshtë burr. E kupton? Ne jemi djem po flasim për këtë lloj, në rastin tjetër ato janë goca, do flasin për goca. Unë nuk jam, nëse do jetë një person nesër pastaj i vështirë për diçka që unë nuk jam dakord, normalisht që duhet dënuar fakti. Ajo është korruptim në mënyrën e parë sepse merr shembull ideal që s'ka për ndodhur normalisht, po nëse nuk është se kjo e ka korruptuar dhe i ka thënë unë do t'jap seks, ti më jep rolin. Ai seks ka kërku. Fix. Po mirë pra, po edhe shumica e drejtorave kërkojnë lek për të bërë kadasën. Për shembull, çfarë do bëj ato letra toka shumë. Për shembull, ata e vën direkt. Si s'është korrupsioni. Nëse ti shkon te një drejtor i thu do t'jap kaq lek dhe më jep pronën, atëherë ti po bën korrupsion dhe ai quhet korrupsion pasiv nga ana e drejtorit. Nëse drejtori ka vendosur në shitje pronën dhe thotë kush më japi më shumë lek, do marrë pronën, atëherë ti sigurisht je pjesëmarrës në korrupsion, por sigurisht që ty do të vinë njerëz me lek në dorë, se nuk do të vinë njerëz me tapi të kohës zogut. Po normal ka përkime ndonë se të ka që do vjen me lek atje janë në të njëjtin status moral se ai që refuzon të luaj lojën. Mos e gjyko nga ana morale, gjykoj se sistemi. Po pra, kjo ishte tema e muhabetit. Lere, Otaku është fakt ajo. Nuk e luan topi që sistemi është i krimbur dhe i shkatruar. Po unë personin në këtë rast, atë personin që i ka marrë punën Cubit sepse ka pranuar t'japi seksuale. Persona që marrin punë me lek, persona për mendimin tim janë më të dobët moralisht të plak. Po si do të dallosh femra ka dele kur e vetmja mënyrë për të pas sukses është e keqja. S'është e vetmja mënyrë, është raste të ralla janë shumë të vështira, por nuk është e vetmja mënyrë. Kur ti nuk prostituohesh ose kur ti nuk ja jep, po themi, atij për të pas një rol, dhe ai nuk të fut, nuk ta jep rolin, është e thjeshtë. Atëherë si ti do bësh, mund ta marrësh flamur, ka njerëz ndershëm sa dush në Shqipëri. Po janë të menjanuar dhe janë të humbur, sepse nuk ja var kush. Është njësoj si me gjitha profesionet e tjera. Nga mënyra se si ti flet ti je i dorëzuar kundër sistemit. Ti do thuaj që unë mendoj se kjo mënyra se si është për ti tash është njësoj si ata thonë që është pjesë e procesit. Po se kalove krevatin nuk do vesh aty. Pra. Ka fajin sistemi që detyron individin me u fut në hallkat të tilla, se ti si individ nuk ke fuqi nga individ për bëhet të plak. Po sistemi nga individ përbëhet, nuk na e sollën në sistemi, vetë kemi bërë, ne jemi. Po shkute plak. Jeni ju tjerë? Besoj se jemi, nuk e di. Orestja? Shkutet me raste, po jam. Okej, Alpioni me sa duket u shkëput. Nëse mbase futet prapë. Si është problemi është domethënë se o Klara që të kuptohemi pa bashkë. Unë mendoj se është përgjegjësia e gjithë folja. Okej. O vllai, nuk të dëgjuam asnjë fjalë. E kupton, ishte shkputur gjatë gjithë kësaj kohe. Se di, s'po na dëgjoni nduket. Ç'a ndodhi? Po s'po të dëgjoni më plak, tham ti ke fal. Për ke folur Alpion gjatë gjithë kësaj kohe. Ç'a thash? Nuk të kemi dëgjuar fare çfarë të thënë gjatë gjithë kësaj kohe. Atëherë, the ti dhe u shkëput. Unë kam gjuhë deri te ajo pjesa që the sistemi detyron njerëzit më fut në këto hallka. Me shumë mundësi po flet prapë nuk dëgjoj. Tani dëgjosh plak. Jesi, o Klara, ajo që doja të thoja unë domethënë është se normalisht edhe unë kam një mënyrë pak pasionante, të themi të paktën të folurit. Ideja është se
Unë mendoj se gjithë secili nga ne, domethënë ka një lloj detyrimi vetjak të bëjë gjën e duhur. Unë mendoj se njeriu i mirë e ndan nga njeriu më pak i mirë aftësia për të sakrifikuar diçka. Unë mendoj se ai personi që nuk e pranon të japi lekët mjekut, edhe nuk pranon të japi afere seksuale për të marrë një rol, është sadopak njeri më i mirë se ai që do ja japi. Kjo është perceptimi im, po kjo mund të jem të gabuar. Jo, jam arsye pse nisi gjithë ky diskutim dhe u bë kaq i madh ishte vetëm sepse unë po të shpjegoja që më duket e papërshtatshme që të përdoret si term, sepse në fund të ditës morali është një term i vendosur nga shoqëria dhe shpesh herë keq përdoret dhe kryesisht ndaj gjinisë femërore dhe kryesisht përdoret për pjesën e nderit, lidhet me anën seksuale dhe kjo është ajo që më irriton, sepse në fillim pikërisht për këtë pjesë po flisnim. Pavarësisht se më pas se zgjatu muhabetin jo po tek pushteti, jo po tek puna, tek vlerat që ka njeriu e gjitha këto. Kjo ishte arsye pse unë ndërhyra, domethënë. Jo më të shumë mirë bëre, ajo është gjithë shpjegimi. Ajo është moralshme për ty, mbase nuk është për mua. Edhe janë asnjë. Ky është ndryshimi. Unë nuk po them që bie dakord që një sistem të funksionojë në këtë lloj forme, fare. Po nga ana tjetër, nuk mund të them që një person që bën një zgjedhje të tillë për mua është një person i pamoralshëm. Unë mund të them që s'bie dakord në rregull, por nuk më intereson fare. Mund të përdor një term tjetër, po ta pranojmë dhe të jemi të sinqertë kur i thon me veten, kryesisht termin i pamoralshëm e përdorim për këtë pikë, për pjesën seksuale. Sepse kjo është tema e sot, po mirë ta bëj për ndryshe. Kjo është arsye pse unë ndërhyra në fillim, pavarësisht se diskutimi pastaj mori rrjet tjetër. Edhe Albioni e shpjegoi shumë herë mirë se mua, sepse edhe unë jam pak a shumë si ti, emocionohem shumë shpejt kur flas dhe më marr flak kështu. Kështu që është mirë të qetësohemi edhe ti. Jo më shumë mirë, unë kam qef, sepse kjo është gjëja më e bukur që mund ndodhi, domethënë që të diskutojmë në këtë lloj mënyre se normalisht nuk ku jemi tek ajo sa e kishte Rudina që do t'i censurojmë gjitha. Ideja është njeri unë do t'i shprehim ashtu që ndjem. Do t'ju kërkoj falje nëse folej çik keq, po nuk flas më. Po zemra, nuk të dëgjuam asnjë lloj fjale ç'a the, kështu që mos e vrit mendjen. Do të dëgjoj ata që thash deri tek atëherë. Nuk e di. Jo, ka porosja. Nëse ti do shkosh në spital edhe ke babën me vete, nuk është se lufton dot sistemin vetë ti, janë gjithë mjekët, infermierët, është i gjithë spitali dhe ti mund të jesh i ndershëm, po do ngelesh aty në cep të rrugës ose do marrësh fund. Domethënë nëse do shkosh në Shqipëri, mund të rish 1 javë, 2 javë me atë ndershmërinë, po nëse do të rish 1 vit ose zgjasesh jetën aty, do mbijetosh disi. Nuk diskutohet, thjesht ore t'ja bëj pyetje ndryshon, se gjithmonë kur del se unë mendoj se gjithsecili nga ne këtu domethënë ka një lloj kështu, sikur femrat janë më të dobta. Unë nuk e besoj që femrat janë më të dobta dhe gjithmonë i trajtoj në të njëjtin nivel që të trajtoj edhe veten time valla. Edhe ideja është që ore një mashkull që nuk e di valla, që ble këto femrat, do të thonë që shkon me prostituta domethënë. A nuk të duket juve për shkakun që në qoftë se nuk do mund ta quajmë të pamoralshëm, a është më pak i moralshëm se sa të tjerët apo jo? Si mendoni? Mendoj se ai po e ushqen sistemin, se sistemi po të mos ketë kërkesë nuk ka as ofertë. Po të mos kishte meshkuj që kërkojnë prostituta, asnjë femër s'do vinte nga Rumania, nga Moldavia, nga Shqipëria të prostituohet në Europë. Pikërisht pra, edhe në vendet skandinave që ka funksionuar në Suedi, me sa di unë, nuk e di për Norvegjinë edhe Finlandën, po në Suedin më ka thënë një gocë për shembull, që e ka pasur te konvikti ku jetoja 2 vite përpara. Ajo më ka thënë që në qoftë nga që prostitucioni nuk është i lejuar atje, kur kapet, domethënë kapet mashkulli tani. Domethënë kapet ai që e ble, ose kap ai që ofron atë. Siç do kapesha unë në Shqipërinë që do jepsha 10.000 lekësh doktorit domethënë. Tani, për ca gjëra është okay ti bëjmë fajda ato që ushqen sistemin. Kurse për ca gjëra të tjera nuk që nga okay, sepse ata nuk kanë zgjidhje tjetër. Është dopja standard. Nuk është personi që ty po të korrupton. Je ti që po e korrupton prostitutën. Domethënë, ajo është fundi i piramidës, ajo është punëtore seksi, është skllave moderne, nuk është as një person me pushtet që ty po të fut në mëkat.
Jo, atë edhe këtë nuk që thua ti nuk e besoj o plak. Unë për mendimin tim duhet të jetë legale, siç është këtu në Gjermani, e kupton? Edhe një nga personat, një nga dhipat më të fuqishëm tu Katja Katovice është ka qenë prostitut, është bërë këngëtare, modele, është një nga personat që ka fam edhe deri diku në skenën femërore, një nga personat që ka më pushtet në gjithë dhipat gjermane, kupton? Unë nuk e besoj fare të pjesën, nëse ata pavarësisht se unë nuk e mbështes, as nuk kam qenë, as nuk do vete, edhe nuk e mbështes asnjë lloj, në asnjë moment atë lloj industrie, unë e dua e kam më mirë në një të jetoj në shoqëri ku është legale sesa ku është jo legale. Ndodhin budalli që i kemi dëgjuar, e kupton? Po s'është problemi atje, problemi është ai që e ofron atë. Ktu po mendoj unë. Se unë nuk po them që ajo personi që vajti e mori punën cubit se pranoi, nuk po them që ajo ka fajin. Nuk ka fajin ajo, nuk diskutohet. Po nuk mund ta mbajmë atë në të njëjtin piedestal që do mbajmë këtë që ka refuzuar atë gjë. Si po gënjejmë veten pastaj. Por as cupin s'po gjykojmë moralisht, a është e ndershme apo s'është e ndershme. Domethënë nëse dikush po unë mendoj nëse është e vërtetë është e ndershme plak, është më e ndershme se sa ajo që ka pranuar. Ky është mendimi im. Ndershme apo jo? Mund duhet që një person mos ta shfrytëzoj postin për seks, pastaj se çfarë bëjnë, a janë ndershëm apo jo, apo janë mashtruesa, bëjnë çfarë duhet, nuk e di. Nuk diskutohet. Tani të kalojmë tek pjesa tjetër, domethënë se deri diku kuptuam tek kjo tani. Të fokusohemi tek ajo problemi i madh plak, tek këto personat që e vënë seksin si kriter, se ti e kape shumë bukur shpaq, që shifë se ta plerat e kanë vënë kriter si për ministri, si për drejtora, si kështu. Tani përveç ligjit, çfarë lloj mekanizmi mund të kontrollohet kjo plak? Se kjo është si kancer që vazhdon e përhapet edhe sikur po përhapet akoma më keq vëlla. Domethënë, po të drejtova ty unë, po normalisht edhe gota mund të flasin, no, kushtoj. Mbyllë, mos folë, gota jep. Teoretja, sepse kam folur shumë tani. Pastaj flas. Okej, nuk e di pse. Oresja thënë një fjali, kjo është era parë në një grup shqiptare që do të lënë të flasë, që kupton sa të civilizuar jemi ne këtu. Jo. Aman se punoj me shqiptar domethënë dhe kam problem të pjesa. Po kam pasur pak probleme me lidhjen, kështu që nuk ju kam ndëgjuar komplet çka keni thënë, po me sa kuptova pyetja ishte si mund të ndalohet si fenomen ligjërisht? Bleon, si është rrova pyetja? Si mund ta ndalojmë si fenomen nga pikpamja shoqërore që këta lloj tipash vënë favore seksuale si kushte për të marrë. Domethënë pastaj ligji, po njëherë nga shoqëria. Nuk të gjërë, jemi mute. Filloj nga fillimi. Më dëgjoj tash? Tash po. Okej. Po thosha, mendoj që si ndryshim, si lëvizje, kjo duhet më ardhë prej poshtë nalt, domethënë prej të popullit e elita, diçka e tillë, domethënë për sa mund të kena elita në Shqipëri, sepse kthehena prapë te diskutimi fillestar, domethënë duhet të arrit në atë pikë që me kërku favore seksuale për çdo lloj pune, jo vetëm për aktrim, domethënë, se me sa e njohun shoqëni shqiptare, domethënë favore seksuale kërkohen edhe në ambiente të tjera, domethënë në administrat, për punë që s'kan lidhje domosdoshmërisht me televizioni. Kështu që pa arrit një pikë që të bëhet e papranueshme, domethënë që këto persona të kenë turp që më i dal ky lloj thashë themi që filani kërkon favore seksuale, nuk do ecim përpara në këtë aspekt. Po se si mund bëhet konkretisht, kështu avash domethënë ndrim mentaliteti, ky brezi më duket pak a shumë, domethënë brezi prit absolutisht i djegun, brezi jon ka shpresa domethënë, por që si tana punë që bën me edukim janë shumë të ngadalsa, domethënë nuk ka një formulë magjike që mund të thosh prej sot nesër ne bëjmë të papranueshme këtë lloj shkëmbimi, domethënë seksi me punën. Nuk më duket se ofrova një zgjidhje konkrete, po kështu e shoh domethënë. Po, deri diku e kuptoj unë teoritë që thotë, se edhe unë për shembull unë jam kundër çdo lloj shitje të trupit nëse nuk e ke profesion. Unë jam kundër çdo lloj shitje të trupit nëse ti nuk je prostitut. Nëse ti nuk je prostitut, po e përdor prap shitjen e trupit për të marrë favore, s'më duket e denj.
Ajo që është prostitut ose punëtore seksuale, që është një temë më i mirë për ta thënë se si duket kur është si fjalë e rëndë kjo prostitut. E ka zgjedhur në mënyrë jetese. Se si e ka zgjedhur nga halli, nga qefi, nuk dua të diskutoj se është jeta e saj, nuk jam zoti, nuk gjykoj njerëj. Po ajo e ka. Kurse në qoftë se konkurrojmë për një ekonomiste, për një financiere, për një aktore, domethënë, unë nuk mendoj që është e denjë të përdoret ajo. Po problematika edhe një herë është pjesa e këtyre plerave që vën këto lloj kushte, domethënë si mund të bëhet në një lloj mënyre që edhe të kenë një çik frikë ta, se frika ruan vreshtin, thoshte babi im gjithmonë, frika ruan vreshtin. Kështu që normalisht duhet bërë diçka që se ligji domethënë, siç e tha Albi, është fjala ime kundër fjalës tënde, edhe hajde ta gjejmë pastaj. Të dënohet. Ja, pra, Po frika në këtë fillum tam për herë. Po frika në këtë rast domethënë është kjo, ose ke frikë që do dënohesh, ose ke frikë që do të njolloset për një kohë gjatë reputacioni, domethënë shoqëni që s'punon, ose ke frikë nga pasoja fizike, domethënë po flasim nivel shoqënisë tribale, kështu domethënë që i ngacmon kushrinën filanit edhe vjen të rrap, po nuk më duket zgjidhje, sepse shqyqyr kalum nga ai stad, domethënë, pak a shumë. Edhe nuk më duket rasti që më u kthy aty. Kështu që nuk e di, domethënë, pak me turpi mund të funksionojë në këtë rast. Po ku kanë turp ata, Oresja Oletësh. Po rrimi se sa pesimiste, të mundohem optimizu tash. Ja, se veç shaka në fakt, po për pyetjen që po e vazhdoj Pleon, për pyetjen që bëre, unë mendoj se mund të funksionojë ose një hap mund të ishte. E para, refuzim ti është pjesë e këtij sistemi, pra thjesht nëse është një kusht i tillë, ti nuk prenon. Pik, mbaroj. Dhe e dyta tjetë denoncim i gjithë këtyre rasteve, që mbase nuk do përfundoj në polici, nuk do merret seriozisht e tjera me radhë, po të paktën mund të përhapet një lloj ide, të përhapen zëra që X person apo X kompani, po them, ka vendosur këtë si kusht, edhe që të mund të kenë kujdes pjesë e tjera, pra vetëm këto shoh si dy zgjidhje për ta luftuar, se nuk mendoj se do jetë ndonjëherë, pa dashur me qenë pesimiste, po nuk mendoj se do jetë ndonjëherë fundi dhe do mbaroj e gjitha kjo. Por të paktën për ta luftuar, për të hedhur një hap ndryshe dhe për të thyer pak atë heshtjen që mbizotron. Albi, se ti fillove diçka që pak. Po, edhe të flasi edhe Ermali se po e kërkon të fjalën. Atëherë unë mendoj se kjo është si Ike naku, ike prap. Tani po. Po thoja është e ngjashme me politikën, domethënë duhet dënohet një politikan, pastaj një tjetër për korrupsion, pastaj një tjetër derisa të arrihet të krijohet një masë kritike shoqërisë ose një farë të anoj balanca nga dënimi dhe jo nga kultura e pandushkueshmërisë. Edhe përveç kësaj, domethënë që ligji duhet të jetë aktiv, mendoj se kanë të bëjnë edhe këto fushatat e ndërgjegjësimit ose këto denoncimet që shkojnë pastaj me efekt kaskadë. Unë mbaj mend kur bëhet i famshëm në rast i përdhunimit ose i dhunimit seksual, ka dhe një vërshim të denoncimeve dhe shohim lajme se si denoncohen njëra pas tjetrës. Dhe me kulturën e sotme të mediave është shumë e lehtë që të përhapen këto lloj, që të bëhet kjo lloj propagande pozitive, po e quajmë ashtu. Dhe këto janë për mendimin tim. Domethënë mentaliteti ndryshon sigurisht nga shoqëria, nga familja, nga shkolla, por ndryshon edhe nga mediat. Kështu që secili mund të bëhet vetëm me atë faqe që ka, me atë profil që ka, me atë influencë që ka në shoqëri, të arrisin ndërgjegjen për çështje të caktuara dhe mos t'i mbulojë ose mos t'i justifikojë. Ne që po bëjmë këtë podcast, po bëjmë tonë. Nëse kaq do bënin gjithë, atëherë sigurisht që shoqëria do ishte më e mirë. Mos po them se ne jemi më të mirë se të tjerët, por kështu rritet gjithmonë më shumë ndërgjegjshmëria. Hajde, Mali, shkrepe ti tash. Mirë mbrëma të gjithëve njëherë, se desha të hyja edhe çfarë ku u bën ca pyetje kur ishte duke fol Zhiva, po tash i mu dha mundësia. Edhe
me që jemi te kjo pjesa e pyetjes që se si mund bëhet apo se si mund, mendoj se mënyra se si po e drejtojmë pyetjen është pak jo shumë e saktë, do thoja, për arsye sepse kur e bën një pyetje të tillë do edhe një përgjigje korrekte, të saktë, precize, gjë që nuk mund të japësh një përgjigje precize mbi këtë gjë, pasi ky është një lloj problemi që është shumë vite problem në Shqipëri. Domethënë e ka shumë larg gjenezën problemin. Dhe mendoj se, siç e tham, sistemi, me sa duket sistemi i kalbëm, normalisht është i kalbëm për arsye sepse ka të bëj njerëzit janë të kalbëm të sistemit, ata që e bëjnë sistemin. Politikanët, duke vazhduar edhe pjesa tjetër, deputetët e tjerë. Ata që vendosen në për poste drejtuese apo në për institucione të ndryshme dhe normalisht me sa kemi po ta shohim që në fillim se si nisin ato përzgjedhjet apo se si merr një i ri drejtimin në politikë që nga forumet rinore. Nuk e di se sa i keni pa juve këto forumet rinore, po më ka rarë që t'jem në disa të ndryshme për arsye të ndryshme, pa lidhje, domethënë, por që më kanë rastis, domethënë. Dhe aty mund të kuptosh që aty kur fillon dhe formohet një frymë e re në politik, që aty ata fillojnë me servilizëm, fillojnë me spionlik, fillojnë me një mënyrë si që ta arrijnë sa më lart të afrohen me kryetarin e forumit rinor. Kryetari i forumit rinor po të njëjtën gjë bën me dikë që ka më lart. Ai tjetri, domethënë, është një lloj zinxhiri i formum që është kaq e dukshme që askush nuk është aty për të bërë detyrë në mënyrë të saktë apo korrekte. Aktualisht aty janë secili që ta shfrytëzoj sa më shumë që të mundet. Sepse një njeri me një karakter të tillë që ngjit shkallët me servilizëm, me spionlik e tjerë, nuk mund të pritet shumë nga ky njeri. Dhe aktualisht ky lloj njeriu është mbjell që në fillim dhe ja ku jemi deri më sot. Në çdo lloj institucioni, në çdo lloj zyre ku të futesh, ti gjithmonë do kesh një tip që do rryshfet ose do favore seksuale. Po ky është problemi se siç është edhe shpreha, peshku qelbet nga kokë. Faleminderit. Ju faleminderit. Siç është shpreha, peshku qelbet nga koka, Bleon. Problemi që ndron atje në fillim dha. Atje ku jepen urdhrat, ku janë gjitha këto, ku organizohet çdo gjë, ku bëhen rregullat, ligjet edhe çdo gjë tjetër. Momentin që ai që ka një drejtori, çdo kush do kërkoj llogari mbi atë gjë. Ti the çfarë se pse ai i ka kërkuar favore seksuale dhe akuzove gocën që ka shit veten dhe në një farë mënyre është e pamoralshme. Ti nuk mund ta di. Nuk e akuzova unë. Po thjesht është më pak se sa cubi. Nuk e akuzove, e tham e trajtuam si ngjarje. Nëse. Ne nuk e dim prapasken se ç'a ndodh me atë person që po jep favore seksual, po e bën këtë punë. Domethënë nuk e dim gjendjen e saj ekonomike, nuk e dim se si funksionon psikologjia e saj, nuk e dim se ç'a do me zgjedh, se si e do jetë. Por që me sa duket ajo është aq e devotshme, aq e dedikume sa e do atë post me çdo lloj mënyre të mundshme. Problemi dhe gjithë kjo katrahura që bëhet është tek ai që e jep postin. Ai që e jep postin, sa do t'i afroj favore seksuale, sa do t'i ofroj lek, çdo lloj gjoje që të bëje, ai vlla do dikë që t'i bëj punë dhe shikon kualifikimin si njeri. Për aq kohë sa ne do kemi dikë që nuk shikon punën apo kualifikimin si njeri, neve gjithmonë do jemi këtu. Por kjo duhet të ndryshohet gjithmonë në bazë të si ta le ta themi atyre që janë koka, që do kërkojnë llogari, që do duhet të angazhohen, të jenë strikt dhe normalisht do arrihet edhe kjo që po thu ti, pastaj kjo pjesa e moralit edhe etj. Por që çdo gjë fillon që në gjenezë, duhet fillojë ndryshimi që atje tek ato ku formohet. Në forumet rinore ka shumë të rinj që janë me parime, që kanë virtyte, që duan me i bë gjona drejt, por këta nuk ecin. Ato që në fillim eliminojnë sepse ata e shohin si dikush që nuk bindet, dikush që bindet, dikush që serviloset. Ai është i duhur. Kështu ka funksionuar dhe kështu funksionon në Shqipëri aktualisht.
Nëse mund të shtoj diçka? Po patjetër, ma unë nuk po. Faleminderit. Unë mendoj se është edhe problemi i tregut, sepse për shembull një kompani që është në treg që ka nevojë për një ekonomist ose ekonomiste të mirë, nuk shkon të kërkoj menaxheri tani du favore seksuale nga ajo vajza që ta fusin punë. Okej, nëse janë dy të ndryshme mund të zgjedhin një ndër ato, por është e pamundur që ta fusin një të paaftë edhe t'i bëjë dëm kompanisë vetë, se do i kërkojnë llogari ata investitorët. Kështu që kështu edhe puna filmave, kështu edhe puna e politikës që përmendi Ermali. Filmat nuk është se kanë një treg të mirë fillt, edhe aktorët janë domethënë janë superstar që do i japin super bileta atij filmi. Filmat funksionojnë pak a shumë, merr një fond, shpenzoje, merr ato aktorët që do ti, bëje filmin edhe ti jetë aty, nuk është se kemi një treg të mirë fillt siç mund të jetë në Europë. Edhe dyta desha të shtoj që ky nuk është sigurisht që është vetëm problemi ynë, ne e pam filmin për Marilyn Monroe dhe po të shohësh atë film del sikur ajo është personi me më shumë probleme, një person edhe ajo do e shesi veten nëse po flasim me këto terma. E kanë ul jashtëzakonisht figurën e Marilyn Monroe me atë film. Po, ajo është një ikonë e filmit, ashtu si e shohim ne, por po të shohim filmin ajo del një person i cili ajo ka shku me regjisorët për të marrë role dhe kështu janë, domethënë kështu ka qenë për shumë kohë dhe mendoj se ka edhe shumë aspekte akoma më të errta të Hollywoodit që ne nuk i njohim ose ndoshta për publikun s'do bëhen njohura kurrë sepse aty abuzojnë edhe minorendë, bëjnë lloj pisligjesh, kështu që është shumë vështirë bota spektaklit ose Italia po ta marrim si shembull që ishte Berlusconi dhe merr të gjithë ato personazhet Belene ato të tjera, ti bëni edhe deputete një pjesë të atyre që ishin femra që shkonin tek festat e tij private. Unë gjithmonë problemin e shoh tek koka, si e tha Ermali, ose tek sistemi. Nëse ti kërkon atë lloj personi që t'japi ato shërbime, atë do e gjesh. Nëse ti kërkon një lloj personi tjetër të aftë që t'japi bëj punë tjera, sigurisht që edhe atë do e gjesh. Mendoj se është kërkesë ofertë treg tek i fundi. Mendoj që është çik më shumë me nuancë plak. Më duket se një fuzion i asaj që tha Ermali dhe asaj që tha Orestia do ishte më e mirë. Pse e them këtë? Se është e vërtet, nuk diskutohet që peshku qelbet nga koka, normalisht kur bën shembujt e parë që jepën shoqërisë janë edhe të mëdhenj të pushtetshëm me tij, edhe ata që janë më të vegjël friksohen. Por fillon nga poshtë plako për faktin se kokës trupi do i kërkojë llogari. E kupton? Edhe koka trupin do qelbi pasi është qelbur vetë. Edhe në qoftë se nuk ndryshon perceptimi i atyre plerave që nëpër komente domethënë që i thoshin jo po është normale. Nëse ndryshon siç ka thënë Atzef Plumi, ose ndryshu kryet apo koka këtij kombi domethënë, ajo koka e peshkut, ata që janë në krye, ata janë mregull valla. Edhe ti e the vetë çfarë, ata janë mregull, pse ta bëjnë ndryshe ata kur nuk e kërkon njeriu llogari, kur nuk kanë asnjë lloj shtyse nga shoqëria. Leon, mund desha të ndërhyj pak te kjo pjesa sepse me një farë mënyrë ti po e bën një lloj akuze te populli. Gjë që unë mendoj dhe e kam gjuar shpesh herë, edhe e kam gjuar gjithmonë, edhe gjithmonë do vazhdoj ta kundërshtoj këtë pjesën që populli e ka fajin. Jo valla, populli nuk ta ka fajin. Nëse ti nuk e arsimon atë popull, nëse ti nuk e ndihmon atë popull të ngrihet, të shohë gjonat, lideri, drejtuesit, nëse nuk e bëjnë këtë gjë, duke vazhduar që me shkollimin, duke vazhduar që me çdo gjë, me ca gjona të vogla, momentin që ai nuk e bën këtë gjë, ai popull nuk ka si shikon për te asaj që duhet. Ai popull do shoh aq sa sistemi do i servir. Dhe mos harro që ne jemi një popull që kemi dalë nga komunizmi dhe aktualisht kemi gjallë brezin e komunizmit. Dhe të jetosh 50 vite nën komunizëm me frikën se ti normalisht lutem se më duket se po dalim që ke diun se ne kemi folur bashkë këtë herë tjetër, po kam pjesën tek seksualiteti, tek komentet që ishin bërë tek ajo e cubit. Nuk mund të thuash që ata plera që mendojnë atë lloj mënyre nuk kanë faj plak, ose të thuash që kjo është gjë normale, mirë ta bëri ose e kërkove vet, normalisht që kanë faj plak. Edhe ata janë pjesë e popullit fatkeqësisht. Po kjo është ignorancë më blen. Po ignorancë pa ignorancë cupi kur i lexon ato komente do ndihet keq plak. Leon, kjo është ignorancë dhe kjo është
mungesë edukimi, që populli ton i ka mungu gjithmonë i ka mungu. Kjo që po bëjmë ne këtu Normal, që dalin 20 veta shi tani të thonë mbaj të komentojnë te podcasti që Ermali ja fut kot, Ermali është kështu, është ignorant. Unë dakord jam. Të vret më zemra, po të vret të burr. Sa do të njëri i fortë thjesht të vret, jo më aq shumë komente sa ishin edhe në një temë aq sensitive sa ishte ajo e cupit, e kupton? Nuk me sa duket, ne si popull e kemi këtë pjesën që momentin që gjejmë dikë gabim, mundohemi ta shtypim, ta shkelim, që kjo lloj ndjesie sikur na bën të ndihemi mirë kur kapim dikë gabim. Edhe kjo normalisht vjen për shkak të ignorancës, mendoj unë. Edhe këtë nuk ma ndryshon dot njeri. Tjetra është për shkak të mentalitetit. Mentaliteti jonë është grop. Si sa thash, ne shohim çfarë na është servir. Aktualisht, Bleon, sot e kësaj dite, ti ke brezin që ka ardhur nga koha e komunizmit. Po shikoj se në Amerikë ndodhin këto dhe s'ka pas komunizëm kur, kështu që materializëm ka në gjithë botën. Mos ja vë fajin gjithmonë. Normal, ata që kishin komentuar nuk ishin vetëm brezi i komunizmit, vllai, ishin dhe mosha jon, ishte edhe mosha e dajeve tanë dhe mosha e prindërve tanë, kupton? Dakord jam unë, Bleon, dakord jam me ty. Por që Amerika është një shtet i madh, le ta themi, Shqipëria është një shtet i vogël që ka kalu një indoktrinim që shumë pak shtete e kanë kalu si Shqipëria. Dhe aktualisht ai lloj indoktrinimi është trashëgu edhe tek fëmijët. Është trashëgu sepse nga ata prindër jemi rrit gjithë. Nga ato lloj edukimi na kanë dhënë, ato lloj shprehish na kanë treguar. Ne akoma ecim për ditëshmëri me shprehjet e komunizmit. Shteti e kap lepurin me qerrë. Me shtetin, me ujin, me zjarrin mos u kap. Etj. Që janë shprehje që na janë dhënë nga prindrit tonë. Sistemi sot është kapitalist, vetëm leku ka rëndësi. Nuk mendoj se ka ngel ndaj komunist në Shqipëri sot që besojë se shteti do të më marrë mjetet e prodhimit edhe të ringrejmë kooperativë. Unë jam dakord, jo në këtë lloj mendësie, Albion. Nuk e kanë në këtë lloj mendësie, ashtu do të them. Është materializmi, e kuptoj çfarë thotë, janë materialist njerëz, pa vlerë. Edhe është mendësia edhe pjesës që frika apo mbi këtë imazhin. Kujdesi për imazhin, që për shqiptarët ka qenë gjithmonë i rëndësishëm. Kujdesi për imazhin. Mirë, unë konsideroj domethënë këtë tematikën e parë që të vazhdojmë në çim atë pjesën e dytë të episodit tjetër, domethënë po përmbyllje domethënë ç'a vlen sipas meje edhe gjithë secili pastaj mund të shtoj çfarë dojë ka pas, po si përmbyllje do të thoya që për sa i përket rastit të ngacmimit seksual të cubit, domethënë pavarësisht se ne nuk e dim backgroundit e të gjitha, ideja është se reagimin për rrjetet sociale, edhe pse rrjetet sociale ja bëjnë personave më të lehtë dhe ka një lloj fasade mbrojtëse sepse nuk janë përballë etj, është jashtëzakonisht shumë negativ, të lëve shumë për dëshiruar, domethënë unë jam të them të drejtën pak i zhgënjur edhe pse nuk kam ndonjë arsye, s'ka ndonjë lidhje personale me njerëzit, po prapë si shoqëri është pak zhgënjyese të shoh se sa shumë persona duke mos menduar se kanë motra edhe mama edhe kushërira në shtëpi. Por edhe nëse s'kan asnjë nga ato, prap është një human, është një njerëz tjetër kundrejt teje që meriton lloj respekti, meriton skepticizmin, edhe në qoftë se do ta kishte shpikur që nuk më ha mendja, edhe në qoftë se e ka shpikur, i jepet ajo kortezia e skepticizmit. Edhe që okay, ja jep të drejtën ta provoj apo tjetër. Mënyra se si u trajtua më vonë, që nuk u trajtua fare, le të themi, është për mendimin tim skandaloze. Që vendos standardin që në Shqipëri, domethënë, nuk i intereson njeriu fare. Edhe këto gjëra nuk shesin. Që është ndryshme nga Amerika edhe nga Europa, sepse këto lloj lajmesh mezi pritën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe këtej, se janë gjëra që shesin shumë, janë skandaloze etj, kurse në Shqipëri me sa duket nuk i bë ka shumë njeriu përshtypje, ignoranca apo çfarë lloj gjëje që tjetër, gjithsesi është shumë e frikshme. Shqyrtës janë femër, pa ofendim goca, po se di, domethënë duket shumë e vështirë valla. Kupton se nuk e ku e gjen të drejtën. Domethënë ky është perceptimi im tani. Nëse keni ndonjë gjë për të shtuar, ju ftoj, ne dhe vazhdojmë me temën tjetër.
Desha të shtoj për këtë që e përmende, që duket e frikshme edhe që s'kemi ndryshu fare, të shiko vendet perëndimore, nuk është se kanë pas një ndryshim të madh, se tani bëjnë si superior, po lidhje me drejtat e njerëzit kanë qenë cop. Për shembull në Amerikë zinë nuk votonin dot deri nga vitet 60. Edhe femrat nuk është se ja kanë kalu shumë mirë. Por ndodhen ato lëvizje të mëdha, lëvizjet studentore 68-s, lëvizjet feministe, drejta votës, e gjitha ato dhe drejta votës është më e hershme, por femrat i kanë marrë të drejtat në mënyrë graduale dhe i kanë marrë me përpjekje dhe me organizim të madh. Për shembull, në fillimet e veta kishte gra që hidheshin para kuajve ose hidheshin para makinave, bënin sakrifica për të fituar atë drejtën e votës që e kanë sot dhe merren si mirë që janë dhe ndoshta as nuk votojnë një pjesë e tyre si japin pikë vlere. Kështu që drejtat fitohen, thonë të majtët dhe kanë drejtë, sepse duhet të organizohesh dhe duhet të bësh ndryshimin. Dhe një përgjigje për atë që the, si mund ndryshoj, edhe unë kam vrarë mendjen shumë se si mund ndryshoj një shoqëri dhe ka studime të shkencave sociale, është një sociolog francez që nuk më vjen emri tani për momentin, por teoria e tij e ndryshimit ishte që një shoqëri ndryshon, domethënë nëse një shoqëri do shkojë nga një paradigmë te tjetra, paradigma është pak a shumë sistemi, mënyra, mentaliteti. Nëse do shkojë nga një mentalitet te tjetri, duhet të ketë një shembull, duhet të jetë një pakicë e cila është ndryshe dhe i thotë që shiko se ju gjithë tjerët shumica e keni gabim. Dhe kjo pakicë duhet të jetë koherente, vazhdimisht duhet përsërisë një njëjtin mesazh dhe nuk duhet të ketë kundërshtim brenda vetes. Dhe kjo pakicë duhet të jetë e vazhdueshme, pra të vazhdojë me vite të japë mesazhin e vet dhe pastaj ajo mund të bëhet shumicë, mund ndodhin skandale, mund ndodhin ndryshime të mëdha, mund ndodhin kriza. Dhe shumica e shikon që po prit një sekond se kjo pakica pas ka drejtë, ndoshta mënyra si mundojmë ne është problematike dhe po na çon krizë, po na krijon probleme. Dhe gradualisht kjo pakicë bëhet shumicë, ashtu siç është bë vendet perëndimore, mendoj se edhe në Shqipëri do të bëhet, por me hapat ngadalë, sepse tek ne modernizmi ka ardhur vonë dhe ka ardhur me gjitha problemet e veta. Domethënë ne kemi mësuar të vishemi edhe të konsumojmë si perëndimorët, por nuk kemi mësuar që të mendojmë ose të respektojmë shtetin ligjor, ose të respektojmë drejtat e njeriut dhe drejtat e grave në rastin konkret. Plus ka edhe lëvizje kështu tepër, jo tamam konservatore, se konservatorizmi e respekton gruan, por lëvizje kështu arkaike, të cilat gjithmonë e gjejnë të keqen te gratë ose vrasin çdo lloj ndryshimi e vrasin djet. Po mendoj si për gjitha do kërkoj kohën e vet, do kërkoj edhe organizimin e vet. Klara, Mario, Orestia, për sa i përket temës kryesore, kalimi mbyllke? Po, edhe unë pak a shumë këtë doja të shtoja, pjesën që personalisht mendoj se nuk mund të vijë ndryshimi kështu direkt, po mendoj se është mirë ose do funksiononte nëse do bëhej një gërshetim i pjesëve ku e para të ketë një reagim, se në fakt është një pakicë që reagon pavarësisht se reagimet nuk kanë ndonjë rezultat të dukshëm për momentin, por një farë rezultati e kanë, edhe i kemi parë të shembujt, të bëhet një gërshetim me pjesën e ndërgjegjësimit të gjithë individëve duke nisur nga, po themi, gjinia më e sulmuar, qoftë edhe në ambiente pune, në ambiente familjare, në shoqëri apo kudo, edhe të shtohet ose nuk e di, kjo pjesa e kulturës së ngritjes së zërit, domethënë, derisa kjo turma që është nga ky ka të kthehet nga ana tjetër, nga ana nga e cila duhet të funksionojë me pak fjalë. Kjo është ajo që do të thoya. Unë jam dakord edhe me Albionin edhe me Klarën, domethënë nuk kam ndonjë gjë më shtu. E thash atë pak a shumë atë mendimin tim, domethënë që është në qoftë se nuk do të ndodhë domethënë nga poshtë në lart, paktën duhet të jetë paralele, domethënë, por që nuk shoh shumë shpresë te elita në thojza shqiptare, domethënë se nuk shoh pak shumë fasadë, pak përmajtje domethënë te këto persona që kanë ndikim në shoqërinë shqiptare. Mos dalin prapë ajo puna, domethënë, e vajzave të ekranit me ato like që kanë e kështu. Po shumë pak esencë domethënë shoh te këto persona. Kështu që jam dakord me çfarë thot Albion. M'falni që po ndërpyr shumë, po ne kërkojmë shumë nga shoqëria shqiptare me drejtë, sepse shohim Europën, po vetë ky muhabet që po bëjmë ne dhe vetë
mentaliteti ose reagimet në për shoqëri ose në disa nga VIP-at, në shoqëria shqiptare ka ndryshuar shumë, se po ta shohim para 15 ose 20 viteve ka qenë zot na ruaj, kështu që edhe ne në të voglën tonë po e bëjmë tonën. Jo, ti me drejtë ke atë, po unë nuk do të kërkoja asnjë gjë. Më fal, Leon. Ka të Klara? Thuaj se të ndërprerë. Po thoja ku bëhet ajo duar trokitja? Për ne, me qënë se dhe ne po bëjmë pjesën tonë se nuk e kam të Një është profesionistra, laptopin me YouTube ai duket. Okej, ullu një qetësoni. Gjithsesi, o plako unë nuk kërkoj asnjë gjë nga shoqëria nëse nuk ja kërkoj vetes në radhë parë, kupton? Edhe nga ana ime, domethënë, në mënyra se reagova në fillim ku më dërgove ti atë linkun e tjerë. Në një farë mënyrë është ignorancë edhe nga ana ime, por e kuptohet se më do dashuri të mendosh se ka ndryshuar shumë gjëra, domethënë në vërtet nuk ka ndryshuar. Edhe unë këto lloj gjëra nuk ja kërkoj vetes time sepse as nuk më shkojnë në mend. E para nuk jam bërritur ashtu një herë, po edhe rrethin që kam nuk e kam të tillë, shqyr zotit. Domethënë ca janë zgjedhur, ca me fat se kështu është kjo punë, po që ndryshimi aty fillon plako kur i mban standardet deri si që mban vetes tënde, do t'ja mbash dhe publikut ose shoqërisë, çdo grupi ku ti merr pjesë, e kupton? Të dashur miq, disa podcastet si për shembull ky që sapo dëgjuat regjistrohen live në Twitter Space, që juve gjithmonë mund ta ndiqni sa herë që ato ndodhin pasi do postohen në Instagram. Kështu që herën tjetër nëse jeni të interesuar mund ta ndiqni edhe live. Po deri atëherë ju lutem bëni like, share, follow. Faleminderit që jeni me ne. Edhe gjithë mira.